Përshëndetje të nderuar teleshikues të Albikej TV, mirë se keni ardhur në Personazh Alb. Në këtë të shtunë speciale, vetëm pak orë në ndaj nga festimi i Pashkës për gjithë besimtarët e krishterë, kudo që janë. Ne kemi dëshirë pa diskutim që t'ja urojmë përzemërsisht nga studioja e Personazh Alb këtu në Albikej TV, por fillimisht ne duhet të prezantojmë të ftuarën speciale që kemi përzgjedhur për ditën e sotme. Bëhet fjalë pikërisht për Edlira Meshau. Mirë se erdhe dashur. Më në fund po e realizojmë emisionin. Ne kemi kontaktuar së bashku disa vite më parë, por që nuk e di, ka qenë e shkruar për të realizuar intervista sot, pikë mbaro. Si të kam? Mirë, faleminderit që më ftuat në studio. Gëzuar Pashkët gjithë besimtarëve kudo që ndodhen. Dhe faleminderit që më keni në studio në këtë fundjavë Pashkësh. Në këtë fundjavë festash. Po, patjetër. Sepse duhet të mundohemi tani të përshtatemi çik me njerëz, sepse në ditë veçanta duhen njerëz veçantë. Patjetër, unë respektoj besimet e gjithëve. Bravo. Gjithashtu. Jo gjithmonë ne duhet jemi pikërisht që për Pashkë të ftojmë një antar, një person që ka lidhje direkt me fenë. Po dalim një herë nga kjo rutina, apo jo? Po mund, edhe ne tjerët mund t'japim mesazhe për fenë. Edhe ne tjerët mund t'japim mesazhe, dhe lutem na lejohet. Mirë dashur, kemi gjëra jashtëzakonisht shumë të bukura dashur miq për të biseduar bashkë me Edlirën tonë dashur. Ju e njihni, unë nuk kam shumë dëshirë ta prezantoj sepse ju e njihni nëpërmjet shumë çkaje, nëpërmjet rrjeteve sociale, por jo vetëm. Sepse Edlira ka aq shumë gjëra për të bukura për të na treguar sa ju nuk e keni ide. Kështu që unë juftoj që ndrojmë së bashku në këtë bashkëbisedim shumë interesant. Pa humbur kohë, Edlirë dashur, çka do na thuash për prejardhjen tënde familjare? Okej, unë jam fëmia i tretë e një familje të madhe. Ne kemi qenë 4 fëmijë, 2 vajza, 2 djem. Prindrit kemi jetuar me gjyshin dhe me gjyshin në shtëpi, domethënë kemi qenë familje e madhe. Kemi jetuar në pallat, në katret. Ne jemi fëmijë pallatesh. Fëmijë pallatesh. Kam ardhur nga një familje e thjeshtë. Babi ka qenë oficer, mami ka qenë mësuese. Ne kemi qenë të vegjël normalisht. Jo, faleminderit për modestinë tënde, të kërkoj ndjesë që të ndërpres, po babi oficer, mami mësuese, jo shumë e thjeshtë. Po jo, njerëz, shiko, punë që e bënin gjithë tjerët, njerëz të thjeshtë, ne si popull kemi qenë popull i thjeshtë. Kemi qenë shumë popull i mbyllur. Po mirë, njerëz të edukuar, të formuar. Njerëz që kanë qenë gjithmonë të drejtë, gjithë jetën e tyre, gjithë jetën. Prindërit e mi thoshin, po nuk bëre gjë gabim, s'ke pse të kesh frikë. Edhe ky ishte edhe mentaliteti i tyre gjatë kohës së Enverit, domethënë nëse ti sillesh mirë, s'ke problem, nuk ke probleme. Por në të kundërt, ne ishim të vegjël dhe nuk e kuptonim. Të rritesh në kohën e komunizmit. Kush e di si do dukej ajo ideja e jonë në atë kohë? Ne s'dinim gjë fare, ishim fëmijë. Ne thjesht luanim, nuk e vrisnim mendjen. Prindërit tanë ishin ata që e vrisnin mendjen, ishin ata që merrnin borxh çdo fund muaji. Që u friksonin, pse jo? Po normalisht, ata që u lodhën gjatë gjithë kohës, i mbaj mend prindërit mi kanë punuar gjithë jetën, në 5 mëngjesit ka qenë ai zgjimi normal. Çfarë do të thonë 7 shumë vonë, 2 orë me vonesë, kupton? Edhe si shumë prindër shqiptarë na kanë rrit me sakrifica, me lodhje, kanë pas. Po janë munduar gjithmonë gjatë gjithë jetës. Nuk janë dorëzuar kurrë. Asnjëherë. Tipik ato prindër shqiptarë që vetë sakrifikohen deri në pikën e fundit, deri në ditën e fundit të jetës. Bravo, ashtu është. Ato janë gati të japin gjitha për fëmijët e vet. Për fëmijët e vet. Pastaj nga fëmijëria, ke diçka të bukur që ke dëshirë për ta ndarë me teleshikuesin në këto momente, nuk e di, ndonjë lojë, ndonjë pasion, ndonjë moment, ndonjë kurs, nuk e di. Se ti, në idenë tënde, unë fantazin vete, enciklopedin vete. Unë kam lindur në vitet 80 dhe nëse kam millennials që më dëgjojnë, ne kemi qenë ai brezi më inocent që ka ekzistuar dhe që unë kam njohur. Më i pafajshëm, po. Më i pafajshmi, që unë kam njohur dhe kam jetuar në atë kohë, po ishim dhe shumë të paditur. Se ishim shumë të izoluar nga çdo gjë. Ne kemi mësuar gjërat shumë e vonesë. Duke edhe si vajza që po rriteshim, ne trupin tonë kemi mësuar shumë e vonesë, se nuk kishin informacione që i kishim. Si fëmijërinë edhe kemi pasur fëmijëri të bukur mendoj, por ne kemi qenë të privilegjuar. Prandaj kemi pasur fëmijëri të bukur. Shumë fëmijë tjerë nuk kanë pasur fatin që kishim neve, nuk kanë pasur bukë të hanë, janë internuar. Shumë njerëz janë
kanë humbur, do me Është e thonë, vërtetë. në këtë kohë që ne ishim komplet të paditur nga këto gjëra që ekzistonin fare, ekziston edhe një anë e errët e Shqipërisë që ne i mësuam më vonë. Nuk i dinim fare që ekzistonin të gjëra, nuk e dinim që internoheshin njerëzit, nuk e dinim që njerëzit futeshin burg për një fjalë goje. Zhdukeshin fare. Zhdukeshin fare. Vrasje, do me thonë, masive, që ne nuk i dim fare. Që të ndërpres janë eksperiencat që ne kemi jetuar, i kemi patur, akoma kësaj dite i kemi në familjet tona, është fakte konkrete dhe unë falenderoj që ti e ceke, po. Do me thonë, këto, ne nuk i dinim fare, ne ishim një popull komplet i izoluar, informacioni na jepej me pikatore, na jepej vetëm një kanal kishe. Do atë do shikoja. Vetëm se nëse shikon tjetër shkon burg, kupton, si shtaj shkollaj. Nëse të kapësh duke dëgjuar një radio të huaj, ti shkoj në burg. Absolutisht. Shkoj ti në burg, shkon te familja jote internoj. Një pjesë e konsiderueshme fisit. Komplet po ishe me një biografi, nuk ishe paprekshme as në shkollë, as në punë, as karrierë, as martesë, as gjë. Do me thënë njerëzit jetonin në një frikë, në ngur, me frikë, se nëse them diçka gabim, do me thënë i fike tjetër gjithë fisit. Po më shklet goja, ja, po mikën. Po, ne si fëmijë si dinim këto gjëra, ne këtë ju zbuluam si adoleshent, gjatë viteve 90, periudhën e tranzicionit. Neve ishin mes luftës civile dhe nuk e dinim që ishte luftë civile. A i mban non vitet 90? Po unë ti jemi një të brez. Ti vetëm 2 vite më shumë se unë ke. Pikërisht pra, ne jemi ato adoleshentët që na u prish adoleshenca, u anullua adoleshenca. Sepse ne kaluam nga fëmijëria, pra nga 90-ta, nga fëmijëria dhe kaluam në gati në fillimet e... Në vitin 1990, mbaj mend, kam qenë ulur para televizorit, televizor bardezise, ato kishim atëherë, kupton? Pa diskutim. Dhe ishte luks për ato shtëpia që i kishin. Kishe luks, s'kishin fare televizor. Pa diskutim. Televizor me ngjyra njëri kam parë një shokut babit, edhe se si më duke, kupton, një ditë shka që wow, qa është kjo, me ngjyra, kupton? Ua, si e pas ka ngjyrën e gjaketës, ja po këmisha. Që ka buskuqi i kuq. Që nga i kuq buskuqi, po. Nuk është i zi. Dhe në këtë kohë mbaj mend që shikoja, ishim ngulur para televizorit dhe vetëm shikonin çfarë bëhej për jashta, si shkonin njerëzit duke thyer ambasadat për t'u arratis nga vendi. Këto me pas anijet. Anijet, duke ikur anijet, tragjedia e Otrantos, neve i kemi parë live, i kemi përjetuar live. Nënat tona kanë qarë, kushtet di sa... Se mos është fëmija im aty. Po sa të rinj ka vdekur në vitet 90. Sot e kësaj dite nuk dijen. Vetëm familja ime ka varrosur 4 të rinj, nën moshën 27 vjeç. Gjatë asaj periudhe? Midis 97-s dhe 99-s. Po, të mërshme. Dhe kjo ishte vetëm familja ime, sa familja tjera kanë vuajtur të njëjtin fat. Sa nëna kanë... Shiko, se t'ishte një luftë, si që në Kosovë, bën sens. Okej, se po luftojmë Serbin. Për dikë tjetër, po. Po këtu Shqipëri kë po luftojmë, dhe kjo ishte ajo gjë që ishte më... që s'bënde më sens. Absurdi, që s'kishte sens fare. Se okej, se mi po nga kush përruemi. Nuk dijej. Nuk dijej. Dhe kur nuk u mor vesh. Dhe kur nuk u mor vesh. Ne dhe kur etëm këtu në Angli, më mbrapa rini me frikë, kishim frikë t'i flesim shqiptarëve se ishim ato frikën e Shqipërisë që ikëm u arratisëm. Se mos ndoshta ai atje. Po kupton ti tani ca pasojë psikologjike që neve sot e kësaj dite ne si popull po i vuajmë. Që ndoshta ndonjëherë dashur ne nuk i marrim edhe në konsiderat fare. Por që në një moment të caktuar ballafaqohemi komplet bam, wow, si ndolli. Të bëj një pyetje, sa herë të rre zemra shpejt kur ndigjon fishek zjarret? Shumë shpesh. Sa herë e shef veten me ankth kur ka fishek zjarre? Është shumë e vërtetë. Ne nuk kemi në ankth nga fishek zjarret, se ne fishek zjarret i pëlqejmë. Ne kemi nga zhurma. I kemi nga... Po vriten. Automatikët. Vdiqe dhe një tjetër, pa tjetër. Kupton, se ngriheshim në mëngjes me zhurmën e armës, se shkonim krevat me zhurmën e armës. Mbaj mend kemi ndëtur 24 orë në Durrës. Munduam të arratisemi në atë kohë. Kemi fletur tokës. Edhe kur esnim, uleshim, kupton, kishim frikë, se plumba gjithandej. Të mërshme. Vetëm gjoja gjithandej. Aeroporti i Durrësit, mbaj mend, ka qenë i mbushur plot me njerëz. Plot me njerëz. Do të thonë, neve kishim futur mbushur makinën plot, kishim marrë bagazhin edhe 3 çuna të Më fal, po thua për portin e Durrësit apo për aeroportin Tiranë? Jo, porti. Porti, më fal. Porti, se para se të niseshim për Angli, ishte ai momenti që Shqipëria ishte një kaos. Si e more, e dashur e lirë, si e more vendimin që të emigroje? Pra, u bë një diçka shkak, apo nëna, babai, vëllezërit, motrat? Mua nuk mori fare llogaria asnjë radh parë, se isha 17 vjeçe, fëmia i tret, aq më tepër vajzë.
Po prit njerë se janë edhe 2 përpara te. Prit njerë, prit. Më shumë keq, Prit njerë. Faleminderit për originalitetin, më pëlqen ti e di atë punë. Nuk është se si vajzë neve ime ti duhet të shurë. Absolutisht. Ti mos fol shumë se nuk ka çfarë duhet ty. Ku di gjëti, po mbylle. Kupton? Edhe kjo neve si femra na ka supresuar gjithmonë. Gjithmonë neve kemi frikë themi atë çan ndjejmë, atë ça duam ta themi. Një tjetër fatkeqësi për realitetin shqiptar, po. Kupton? Trauma që kemi pasuar neve si popull janë të shumta, po kjo e 97-ës deri në 99-ën ka qenë ajo që na ka shokuar më shumë, mendoj. Sepse neve nuk kemi edhe dituri për të kërkuar ndihmë psikologjike, nuk e kemi kulturën e të kërkuarit, se s'na ka mësuar njëri tani po i marrim vesh, s'kemi faj. Edhe ne si popull nuk kemi faj. Nëse nuk je rritur me edukatën që do të shkosh të bisetosh te psikologu, neve mendojmë se po shkove te psikologu do të jesh i çmendur. Jo, do të shkosh te psikologu. Para se çmendesh, se po çmendesh do të shkosh te psikiatri. Psikiatri, pastaj më vjen keq. Atëherë ke marrë punë atëherë, nuk i humon punë asnjërit, se nuk shërohesh dot më. Kupton? Që ti parandalosh gjërat, duhet i bësh para. Duhet veprosh në kohë, po. Shumica e shqiptarëve ne vuajmë nga ankthi. Të njëjtin ankthi për të cilin fëmijëve tanë, rrisin fëmijët tonë me ankth. Fatkeqësisht. Duhet ne të merrim ankthin tonë përpara që të rritin fëmijët pa ankth. Të shëndetshëm. A do ndalemi pak të dashur të lutem pikërisht tek momenti që familja u bë gati për të nisur. Din ndonjë gjë si u mor vendimi? Ke ndonjë informacion? Ne drejtën nuk e kishim ndërmend të iknim. Okej. Neve ishim mirë ekonomikisht, ishim të privilegjuar. Unë kisha 2 vëllezër që jetonin jashtë shtetit, na ndihmonin goxha, kush ishte emigrant, domethënë ronta. Babi me mamin kishin një biznes të vogël, një dyqan, me atë aq pak sa kishin e mbanin vetën. Që ju ndihmonte dhe ju e mbani vetën. Nuk vonin për asgjë. Por me hapjen e armëve, në Shqipëri u bë një kaos kaq i madh, u bë kaq e frikshme, po vdisnin trinj nga të gjitha anët, nuk kishim rrugë zgjidhje tjetër. Do mundoheshim të largoheshim. Dhe ne po mundoheshim të largoheshim që të shpëtonim jetën e gjithëve ne, kupton? Nuk dolëm, nuk ikëm dot herën e parë, ngecëm në qershor të 98-ës, jam vrarë 2 çunat e tezës kunatës, njëri 27 vjeç, tjetri 18 vjeç. Po s'kishin as hasëm, as gjë, thjesht ishin aty diku me dikënd që kishte hasëm, u vra ai, u vranë këta të 2, kupton? Plumi qorr. Absolutisht. Se ishte veni gabum, kohë e gabume. Mbas 6 që mori jetën e të pafajshmit, edhe kaq. Mbas 6 muajsh më vrasin vllajin, i bën atentat vllajit, ka qenë me gjithë një shok, me nusën makinë edhe me nusën atij. 3 veta vdesin, vetëm kjo një vajzë shpëton. Merrim telefonata, kërcënime në atë kohë. Unë nuk e kuptoj pse emrin, unë isha fëmijë, nuk e kuptoj fare pse emrin kërcënimet një herë. Dhe mendoj që ka qenë ai periudha që... Të kërkoj ndjes shumë e dashur, më fal për pyetjen. Po, s'ka problem. Si e përjetuat, sa mundet ta përballonit, a ishit në gjendje, sepse tragjedi e madhe, dhe për më të keq njëra pas tjetrës, dhe kulmi i fatkeqësisë mbriti pikërisht tek vllai i ndjerë. Janë ca gjëra që ndodhin në jetë që s'do i kuptosh kur sepse ndodhin. Neve kemi që ku kemi ikur që kërkojmë përgjigje sepse si qysh teksen, ku nuk edhe një sens logjik, nuk e shpjegon dot një gjë dhe të ngelet dhe peng se thuj, okay, po pse tani? Sikur i ke këtu e të lirë. Po pse pra se pse? Pse nuk e gjen dot? Ajo pse ato ta ish trurin fare? Se ke menduar se gjithë jetën ke ndejt si njëri i ndershëm, ke punu, ke ndihmu njerëzit, si ke bërë kur keq, nuk e hasëm, kupton? Tash nga erdhi kjo? Nuk dihet, sot e kësaj dite. Sot e kësaj dite nuk dihet. Unë kam teoritë e mia, gjithsesi, nuk po i hyj atyre, por neve na ka ndryshu familjen, na ka ndryshu jetën si familje. Domethënë, humbja e një personi aq të rëndësishëm sa që ishte vaji im i parë. Nuk është diçka që do e kaloj. Do e kujtoj gjithë jetën dhe gjithë jetën do mundoj pse? Sa ishte vetëm 23 vjeç, kupton? I dhimbshme, pafund. Nëna dhe babai si e përjetoi, si e përballuan, ju të tjerët nuk do e marrin kurrë veten. Pra ajo mbetet aty. Po, e pashlyeshme. Nuk ikën kurrë. Edhe si e gjetën forcën që apo pikërisht ai ishte ai momenti që vulosi gjithçka? Kur ikëm me një frikë të madhe. Se okay,
një vlla ma vran, edhe nusen ja vran, se që ishte me ta, kuptoj, që lloj aty. Tani ishte kjo frika, mos më vrasnin të vllajën tjetër. Mos o zot. Po mirë se ne jemi ferma, jemi dy goca. Mund të na ndodhi diçka dhe ne, kisha ajo frika në atë kohë që rëmbeheshin vajzat. Që ju shoqëronte non-stop. Rëmbeheshin vajzat, ne kishim frikë, vinim nga shkolla. Vinim nga shkolla me frikë, vinim nga shkolla 4-5 veta për një herë, se kishim frikë të vinim vetëm. Se vinin tjetri futen makinën, nuk ta gjenin më. Absolutisht. Kupton, nuk gjendesh më. Shumë vajza kanë humbur kështu, edhe sot e kësaj dite nuk ja din njerëzit as namin as nishanin, se kanë vdekur, kupton, nuk janë më gjallë. Është, ta themi troç, ashtu siç është. Është e vërtetë. Edhe kjo lloj frike, kjo lloj paniku, normalisht ne do iknim. Kur erdhëm këtu, ishte sikur i lanë të gjërat mbrapa. E dashu, si u shkputet, më fal që të ndërpërsërish, si u shkputet nga Shqipëria, me forcë, me mall, me dhimbje, nuk do të kthehemi më kurrë. Mblidhëm ato po, nuk do kthehemi më kurrë. Unë 4 vitet e para s'kam bërë asnjë komunikim me Shqipërinë fare, dhe kanë qenë 4 vitet më të vështira të jetës time. Sepse të kesh frikë nga njerëzit e tu, edhe kur vjen këtu të merr malli, do të ndëgjosh shqip, kupton, kur dëgjoja shqip, më mbushej zemra plot. Sikur çfarë po ndodhte. Po, vetëm shqip po dëgjoja. Po kisha frikë të flisja, se thosha, o Zoti i Madh, mos është na një që do të na vrasi. Kupton tani se fillon të bëhesh edhe mendimi nuk ka më logjik, nuk ka sens tani. Se je akoma me atë frikën. Sepse frika të shoqëron Ka gjithandej. lënë frika akoma, Është kupton? vërtet. Je i tmerruar nga çdo gjë. Edhe thuaj tani, okay, më ka dhënë një shans, një oportunitet që të filloj një jetë re. E do filloj të jetën në re, fshehur azi, që mos më gjej njëri e të rroj, kupton? Të rroj, është një shans thjesht për të jetuar. Edhe unë këtë shansin e kapa fort në të dyja durët, u futa shkollës, vaj e kisha shumë fiksim që unë të bëja shkollën e lartë. Bravo. Edhe unë e dija që e kishte amanet edhe do e bëja patjetër këtë gjë, domethënë amanet do ja çoja deri në fund. Bravo. Gjëja e parë që kam bërë janë fut direkte në shkollë, kam studiuar, kam bërë nga fillimi çdo gjë. Unë kisha marrë shkollën e mesme, unë isha ndoshta 10-s. Por këtu më deshti filloja nga fillimi, nga aja, duhet bëja një herë 8 vjeçaren, pastaj të bëja edhe shkollën e mesme. Domethënë, sepse në atë kohë nuk ishin këto njohja e diplomave etj. Nuk ishte atëherë. Kush ishte kohë me ne të marrë diplomën? Ne morëm 5 plaçka dhe ikëm. Është shumë e vërtetë. Kupton? Dhe ty nuk njihej asgjë fare, asgjë kurrë. Asgjë fare, asgjë. Unë isha kur erdha këtu, anglishtën e flisha shumë pak, kisha bërë 1 muaj, 2 muaj essential, ai libri. Ma të dvishit, i vogël. ma të enjshut madhe. Po, 1 muaj kisha bërë. Vitin e parë më kam mësuar gjuhën, u futa të thash të mësoj gjuhën. Biles shkoja për ktheja në spital, kisha kunatën me barn atë kohë. Kisha edhe një shoqe me barn atë kohë dhe shkoja për ktheja për të dyja. Edhe më thonë ato spitalet që se ne kemi shumë nevojë për një përkthyese shqiptare. A mundet vish punon ti këtu? Po, patjetër, thash, çfarë thua? Si do të praktikoj dhe anglishtën. Unë në spital tani, kupton tani sa kisha nga Shqipëria, katonare Shqipëria, kupton? Ja, mos thuaj. Po jo, katonare Tirana jam tani, se unë vij nga një fshat, jo fshat, është një qytet shumë e vogël dhe nuk kam pasur mundësinë unë dal në për Tiranë, të bredhën, po unë se një fare Tiranën, unë dal me hartën në Tiranë. Po e një tani. Po se një fare, as tani as atëre, se s'mlidhe një me dal mu. Kishim frikë me dal nga shtëpia, kupton. Rruga ime ishte në shkollë dhe në shtëpi dhe në shkollë. Mund ndaloja ke dyqani ku punonte mama me babin. Kaç. Edhe kaq. Kupton, dhe me shoqet flisim telefon ose shkojmë në shtëpia njëra tjetrës ndonjëherë, po sleep over nuk ka. Telefonin kështu. Po kështu. Kështu. Ku është ajo nënda ku më shkoi njëshi? Më humbi fare. Pastaj i dashur, impakti i parë i mbërritjes tënde në Angli, pra ti ke emigruar bashkë me familjen, pra nëna, babai, motra ti dhe kunata, edhe vllai. Edhe vllai. Kemi ardhur gjithë bashkë. Gjithë bashkë. Kam ardhur me mamin, me kunatën edhe me motrën përpara, jemi sistemu, pastaj ka ardhur vllai me punë 2 muajsh. Okej. Se kishin hall gratë shpëtohen përpara, kupton? Se ne ishim dhimbje e madhe. Pastaj burrat vinë mbrapa, se gjithmonë kështu është, shpëtojmë gratë dhe ato më vulnerabël, njerëzit më vulnerabël përpara, pastaj tjerët. Edhe ti fillove studimet. Po. Anglishtja jote u përmirësua shumë. Pastaj si vijoi jeta jote? Kur erdhëm neve këtu në fillim fare, na thanë nuk kisha në shkollë, vetëm vitin e parë kam pasur shqiptar në shkollë, dhe pastaj s'kam pasur më shqiptar. Kam pas shumë pak kontakte. Se kemi qenë shumë pak e përmall. Asaj kohë. Kur e shifim njëri tjetrin, kupton, me një mall, me një kështu, me një dashuri, si emigrantët që nuk kanë njerëz. Tani kemi shumë këtu në Londër, edhe në Angli ka shumë shqiptar. Nuk ka qenë kështu. Ne kur dëgjonim shqip neve na mbushej zemra plot, se nuk ndodhte. Është vërtet. Nuk ndodhte në kafe. Tash është diçka krejt ndryshe. Është vërtet. Po.
Si vijove, Edlir, pra, Na kanë tregu shumë racizëm, shumë xenofobi. e thua me bindje, e thua me Javën nga e- eksperienca, si e Më thua? kanë qellu shtëpisë me gura. Mos Sa më pa thuaj. të lëviz në atë shtëpi, sa pa të marrë ishim emigrant të freskët fare. Pra, bëhet fjalë në 98-ën? 99-ën. 99-ën. Javën e parë, neve kalamajt e lagjës aty na e bishin shtëpisë me gura ditë për ditë. Dhe ne se kuptonim, se ne nuk kemi ardhur nga ne vim nga një botë homogjene, që jemi shumica, jemi gjithë shqiptarë, kupton? Nuk kena neve zezak, ose indian, ose njerëz me ngjyrë kemi vetëm pjesën komuniteti rom, që është një temë tjetër, që do të preket në një emision tjetër ndoshta, por që edhe xenofobin si fjalë tani vonë e kemi mësuar, edhe si term tani vonë e kemi kuptuar. Edhe si do me thënje. Edhe si do me thënje tani vonë e kemi kuptuar, se jemi shumë brapa botës, kupton? Kjo xenofobia që tregojnë shqiptarët akoma dhe sot me komunitetin rom, është e njëjta xenofobi që marrin ne si emigrantë shqiptarë këtu në përbot, kudo që shkojmë. Po. Është e njëjta xenofobi. Ne e kemi kuptuar këtë, se e provuam kurrizin ton, kurse ata që janë në Shqipëri se kanë kuptuar akoma. Jo. Kështu që në këtë aspekt kemi shumë punë për të bërë. Por ajo që më shokoi më shumë ishte nuk e kuptoja çfarë. Si dolet nga ajo situatë dashur? Sepse që Nuk është situatë që del mëson si ta menaxhosh, nuk mundesh dalë, është xenofobin e përjetoj sot kësaj dite. Po si e menaxhove? Ti, familja jote, se jetonit bashkë apo jo? Shiko, anglezët thotë një fjalë ignorance is bliss, kur nuk i di gjonat, nuk ta afektojnë. Tani që i mendojmë mbrapa, them, Wow. okay, kjo ndodhi, ne nuk e dinim që ishte xenofobi. Ne thoshim, mama se janë kalamaj duke lujt, kupton? Dilte mami kërtise njëherë iknin ata. Nuk e shikonim si xenofobi. Shkoja, më thoshin gjithkohës, ktheu ande nga ka ardhur, nëse të pëlqen ktheu ande nga ka ardhur. Shkova të kërkoj numrin e inshurancës, thash, më kanë ofruar punë në spital. Por që më duhet numri, kuptohet. Duhet fillosh punën, tha, pastaj t'japi numrin e inshurancës. Po nuk funksionon Po nuk ashtu. funksionon kështu, i thash se unë punë ma kanë ofruar, por nuk filloj dot se s'kam numrin. Filloj ti punë McDonald's, më tha ajo mua, që të marrësh numrin. Më fali, thash, ti kërkon që unë punoj në McDonald's me 3,75 cent ora, ndërkohë që mua më ofruar punë me 8 pound deri në 12 pound ora. Në atë kohë, pra, në 99-ën. Në 99-ën, filatin në 2000 këtu. Dhe ajo që më shikon mua kështu, po s'pëlqeu, tha, ktheu ande nga ka ardhur. Unë e shikoj, kjo nuk ishte angleze fare, kjo që më tha këtë. Ishte person me ngjyrë. Ishe emigrante për vete. Ishte emigrante për vete për atë, dhe unë që truri Ju ishit në jetën e mije, ju po udhtonit bashkë. Po pra, unë e shikoj këtu, them, kthehem unë, ku të shkoj unë? Po nëse kthehem do të thesh dhe ti. Do të jenë gjithë. Cila ishte përgjigjja që more? Shiko, nuk i dhash, ishin ato që po shkonin në mendjen time, unë nuk thasha gjë, isha tepër e shokuar për faktin që kjo mua më tha, një person me ngjyrë, një emigrante, si unë, më thotë mua ktheu ti ande nga ka ardhur, po s'pëlqeu. Më vën kushte. Se nuk pëlqente asaj se unë mora një punë që në atë kohë ishte ajo e kishte madje dhe zili pa diskutim. Shumë mëse normale. Ajo pagesa bazike, kupton? Edhe Çfarë bën me ty pastaj? Pas gjë, unë fillova punën, ajo nuk ishte çfarë bënte. Si e filloi punën pa numër inshurance? I thash numrin e inshurancës mamit. Edhe pa një ditë pas se filloi punën, i thash shikoj se unë kam rreth vetëm pak fare. Shkova i thash, vetëm pak i thash, se shkova ta kërkoja numrin e inshurancës, por nuk ma dhanë, thash pra, shkova në numri i McDonald's. sigurimit që ti mi qartë se e harruam. Numri i sigurimit. Ju kërkojmë po, bizë që paguam taksat. Po. Nuk ma japin, nuk ma dhani, thashën, thash, shko në McDonald's. Ata e filloi qeshtë, apo si kam mundësi, thash, se kam detyrë ta japin. Po kështu më thani, thash, ç'të bëj unë? Edhe unë dash numrin e mamit, i thash. Kështu që mund më japësh ti një letër që më ke dhënë punë, thash, çu ta marrun atë numrin tim, edhe jemi në rregull, edhe unë edhe ti. Një vërtetim pune, po. Po. Po thjesht atë ftesën, domethënë që e ke marr punën, ti duhet numri. Edhe atëherë do Pastaj u pozicionove në punë? Kam punuar 3 vjet përkthyese. Si ishte për ty ajo periudhë? Unë shumicën e kohës parkohesha aty ke taj departamenti i grave me barë, se shqiptarët neve kur erdhën fillim na thanë po bëne kalamoj, do marrësh pasaportën, do marrësh letrat, edhe gjithë neve hajde bëjmë kalamoj, kupton? 1, 2, po 3, 4. Marr letrat, kupton? Edhe nga ora 9 e mëngjesit deri në 6 masdite, unë isha vetëm duke përkthy gratë me barë. Pra me shumë mistik shumë. Po, isha bërë aty unë ato mamit më jepnin atë dosin e shilje, thoshë më na plotësoj ti tani se i di të gjitha, kupton? Po në stop aty normale. Vetëm atë punë bëja, unë kam jesi deri në darkë. Edhe mbas 3 vjetësh pastaj shkoj në Shqipëri
Jo, martojmë në 2002-shin, u martova njof një djalë në Shqipëri, kru nga interneti, se normalisht nga do një fja unë Anglia në Shqipëri. Po filloi interneti atëres. Sa pa të fillu, Sa pa të fillua, Fillum hapa atë emailin, hotmailin e parë, kupton, s'dishim fare, se kishim haberin, gjithse ti u fuqim në qatet shqiptare, që të flisim qishtë se kush tjetër na e vartë, ne s'na fliste asnjë njeri. Ne ishim si ajo era e keqe që na largoheshin gjithë. Neve po ulëm me shqiptarë mirë, po s'ulëm me shqiptarë s'të fliste njeri. Nuk fliste njeri. Absolutisht. Kështu që dorë mos do kërkonim njëri tjetrin, se s'kishim njerëz tjerë. Edhe kjo internetin e Çfarë bëre, çfarë gjeti ti aty? Po gjeta Se hulumtove ti. Gjepa një tip atje, tim pëlqen, unë pëlqej, shkum në Shqipëri, bëm parje, mu martum, kupton? Me na javës. Qa interpretimi original, he? Po kështu pra se tani, shiko, jam rritur në kohën e komunizmit edhe në një kohë që ishte kaos. Unë jam rritur me këtë idenë që nëse të do të vinë në shtëpi të kërkoj dorën. Nuk bën të dashurira kështu lart e poshtë në përqoshe. Absolutisht nuk bëhet, po s'mund të heqësh fytyrën familjes ti tani. Çfarë thua ti? Familjes tu në radh parë, nuk mund të shifem unë duke fol me një djalë, mos bëj fjalë. Çfarë thua? Po jo të të merr epitetin direkt, e kupton tani nuk të merr të njëri. Njëri mbau, mami në shtëpi. Do me thënë neve dumë deri moshën 18 vjeç kur kam marrë tej, le që kam qenë shumë nul njerëz, s'kam pas marrë vesh fare. Shumë nul. Po nul fare, Po sa nul ke qenë ama? Po nul fare po them, nul fare, nuk e kisha haberin hiç. Edhe shumë vonë i kam kap gjonat, edhe kur u martova pastaj. Ama kur i ke kapur? Jo, i kam kap vonë fare, Graciel. Graciel, ha. I kam lënë vonë fare. Zina knaqe, ha. Po s'kisha kohë tani, me thon drejtën, 10 vitet e para na majti komunizmi në ngrushtë. Nuk kishim as fjalor të shpjegonim gjërat që ndjenim. Kupton, edhe doja ta shpjegoj ti se pse ndihesh kështu, nuk e shpjegon dot se si ke fjalët. As ke pa njëri si vetja, as ke dëgjuar njëri si vetja. S'kishim se si. Kupton dot vet. Kupton, si ta shpjegoj unë? Si ta shpjegoj unë kur s'kam parë ndonjëherë si vetja ime në jetën time. S'kam parë njëri, se di. Se fjalori i kufizuar. Po, në moshën adoleshente kishin frikë se po na rrëmbenin, kishin frikë se na vrisnin. Mos tu mos atje. Fjala e preferuar e prindëve mi ka qenë fjala jo. Unë se kam marrë kur fjalën po nga prindëve mi. Për të gjë që e para kështu. Jo, direkte. Unë duhet lutesha një javë para që ti kanë ekskursion me shoqët e klasës. Me klasën, kupton? Që thoshin kishin frikë, kishin faj. Unë se kuptoja, thoshën po pse s'më lejnë gjithë po ikin, po unë mos ik, pse mos ikin. Çfarë bën? Po s'kishin faj, se kishin frikë. Se si thash, rrëmbeheshin vajzat e s'ja gjej më. Do ndalemi aty ku e njohë aty, po aty ku të çatoje ti? Po çau njohëm, neve bëm një muaj muhabet, shkova me babin në Shqipëri, erdhi që ditën e parë zbrit nga avioni, s'më dha kohë as laj as syt as pija një kafe, edhe erdhim kërkoj dorën direkte, kupton? Edhe aty marroj puna më sa ashtu. 2002-shin ky muhabet, kupton? Si vjej më pas? Isha 22 vjeçë, më kishte karuar, kisha ngel babës shpejt. Se mosha më të pare për të martuar Shqipërinë atë 18 vjeçë. Absolutisht. Nëse u bëre 19 i ngel filmë, je shumë e vjetër. Shumë e vjetër, iku koha jote. Iku koha, kupton? Isha 22 vjeçë, kupton? Ke ngelur nder. Unë të më fut shkesë gjithë ndej, thash sot më japin na një palidhje, prit se po i gjej vet. Prit se po i gjej me lidhje. Unë gjeta fare, unë gjeta, domethënë të hajrit, ndonjë 3 vjet edhe u ndam. Bëra një fëmijë. Kam një djalë të bukur për kësaj marrëdhënies. Ta kish me ite me shëndet? E përshëndesim fort? Sot e kësa dite unë me ishin tim, ne flasim, jemi miq, bëjmë shaka, biles bëjmë konkurrencë në herë, se i them kam më shumë femra se ty. Bëjmë konkurrencë. Dhe ti fiton në konkurrencën e bërë. Normalisht, se ai edhe u martua, pastaj edhe nuk duhet bëhet djalë i mirë, kupton? Po, patjetër. Mirë, a do ndalemi tek momenti që ti je bërë nën? Po. Sepse ti deri atëherë ti po përktheje për të tjerat, tani ishe vetë në atë pozicion. U martova pastaj, ndomë është... U pozicionove ti. Prandaj kemi lindur, do martohemi, kemi lindur që të martohemi, gjejmë burr, bëjmë fëmijë, trisim fëmijët, bëjmë nëna të mbara, edhe pastaj çka kemi nevojë të tjerë. Nuk ka rëndësi. Nuk janë lista ato. Jo, nuk janë listë. Na trego pak ndjersinë e nënës, e qenurit nën. Si ndolli, ç'a ndolli? Ka pas thënë mami që hasa do e provosh vetë kur bëhesh nën, edhe do më thush. A doli fjala nënës? Ua gjitha deri në atë të fundit fare. Babi thoshte fëmijët kur janë të vegjël të lejnë pa gjumë, jo të zgjon nga gjumi. Kur rriten të lejnë pa gjumë. Të lënë pa gjumë. Po një rren nuk i ka dalë, as edhe një rren e vetme nuk i ka dalë, se kur ishte i vogël zgjohesha nga gjumi, e kontrolloja, e shifja apo merr frym. Me pasqyrti te goja për të parë avullin e gojës. Në të para më se bëjmë sikur vetëm ne kena lindo zoti mas, edhe unë një kam, kupton. Po ç'atë bëjmë? Edhe fillimet e parë kur bëhesh nën për herën e parë, je pak ekstra, bën pak më tepër nga ç'duhet.
ata anktin më tepër nga se je në re, nuk di. Patjetër, normale. Po unë kam qenë shumë e privilegjuar se kam pas gjithmonë ndihmë. Kam pas mamin, babin, motrën. Gjithmonë kanë qenë me ty. Kunatën. Nuk kam qenë asnjëherë vetëm. Vetëm. Unë si emigrante shqiptare këtu, ndihem e privilegjuar sepse kam marrë me familjen. Shoqjet e mia që kanë ardhur vetëm kanë pas tepër më të vështirë, shumë herë më të vështirë se s'ka një tjetër. Merësisht e vështirë. Shumë e vështirë. Ti s'vish vetëm, është shumë e vështirë. Absolutisht. Kështu që unë nuk e harroj kurrë këtë gjë. Jam shumë e privilegjuar. Djali sot është sa vjeç? Sot është 19 vjeç. Ta kish me hitë edhe i 100, po do na tregosh pak si është adoleshenca djalit? Pra një shqiptar i lindur në Angli dhe i rritur këtu, shkon në Shqipëri, del me ty, shkoni bashkë? Po, patjetër. Unë me djalin kam një relat që mundohem të krijoj një balancë me prindrin dhe shokun, se nuk mund të jem gjithmonë shok, unë jam prind rreth parë, dhe mundohem të mbaj një balancë që dhe ta afroj të ketë mundësinë të vit më flasi nëse ka ndonjë hall, po edhe kur duhet unë ta disiplinoj, duhet ta disiplinoj, se pavarësisht është 19 vjeç, është një moshë shumë delikate. Është vërtet. Dhe adoleshenca, dhe po rris djalë, kupton? Po rris djalë edhe jam shumë koshiente që kam sjell një mashkull në jetë, dhe si femër që, si gjitha femrat e tjera, jetojmë në një botë patriarkale që na shtyp gjatë gjithë kohës, po mundohem të rris një djalë feminist. Po mundohem të rris një djalë që i kupton dhe i respekton gratë. Tani se sa punë të mirë po bëj unë, këtë do e shikoj vetëm në të ardhmen, se deri tani nuk e di. Po s'kam asnjë pikë dëshimi tek puna jote. Sepse janë parë sukseset e tij, po shihen dhe do të shikohen edhe në të ardhmen, kështu që mos e ke problem fare. Shpresoj që të bëhet e vetmja synim që kam unë për fëmijën time, që ai që të bëhet një njeri i mirë në jetë, mos t'i bëj keq njerëzve, të jetë një person decent, nuk di sa shpjegoj të fjalën decent. Një njeri i mirë. Kupton, njeri me shpirti mirë, bravo. Me shpirt mirë, kupton? Nuk më intereson. Fillim kur erdha në Angli isha shumë e fokusuar te karriera, se thosha një oportunitet dhe si emigrant, kupton, nuk na kanë dhënë këto mundësi më përpara dhe i kapëm me të dyja duart. Ha të bëj karrierën, të bëj këtë, jo po të bëjmë lek, të bëjmë ndonjë gjë, se për atë punë erdhëm, kupton, për një jetë më të mirë fundja fare. Jo të bëjmë në Shqipëri, të investojmë diçka etj. Po të bëjmë diçka, t'i lëm fëmijës diçka. Nuk i kam këto ankthe me djalin. Për sa kohë që ai bëhet independent, ku mund të kujdeset për veten, nuk e kam nevojë se bëhet. Si po i shkon adoleshenca? Si mendon? Sa jeti me adoleshencën e tij? Është e vështirë. Ka patur nga ato çrregullimet sa lart e poshtë kështu, ato shpërthimet kështu? Po, normale. Si ke përjetuar? Po, unë i kam ngjarë vëllezërve, se normalisht jam rritur nga 2 vëllezër dhe ata kanë qenë pak militant me mua. Edhe i kuptoj që forma ime e prindërimit ndonjëherë është pak militante. Nuk, do të thënë autoritetin tim nuk mund ta diskutosh në asnjë moment. Autoritetin tim si prind nuk mund ta diskutosh asnjëherë. Okej. Autoritetin tim si prind, fëmia im nuk mund ta diskutoj, as fëmia, as nipi që kam rritur, as mbesa. Në momentin që ato diskutojnë, unë jam tepër e rrept. Unë e kthej makinën në mes të rrugës, edhe 16 vjetore jo tjetë. Që është diçka shumë e madhe 16 vjetori. Unë e kthej makinën në mes të rrugës e kthej mrena në shtëpi, nuk ta bëj partin. Se në rrath partë të mësosh respektin. Po mos më thënë që e ke bërë një gjë tillë. Po e kam bërë. Patjetër që e kam bërë. Po e kam bërë. Po jo, se unë fëmijën nuk e llastoj. Fëmijën e mësoj që në jetë ke privilegje dhe unë t'i plotësoj dëshirat, po jo të kujtosh se unë jam këtu vetëm për të plotësuar ty dëshirat. Jo, unë jam prind, prindëroj. Nuk jam llamp magjike të plotësoj ty dëshirat. Shkopi magjik. Po jo, nuk funksionon ashtu. Se pastaj ky fëmijë bëhet i paaftë për veten në jetë. Sepse është i llastuar, kuptohet. Po normale, se nëse i thu fëmijës po gjatë gjithë kohës, ja plotëson gjithë dëshirat, kemi qejf ne si prindër të plotësojmë dëshirat fëmijëve, se s'kemi pas vetë. Po nga ana tjetër, po duhet të ketë një balancë kjo. Ti duhet ta fitosh atë, you need to earn it. Nuk mund t'i marrësh gjërat se duhet kontribosh për ta fituar, po patjetër. Mua djali më ndihmon për punët e shtëpisë, më ndihmon për të gjitha. Për çdo gjë, gatuan, lan, fshin, pastron. Nuk mund t'i bëj dot vetëm. Pra ti jeton me djalin, jetoni bashkë. Të dy bashkë. Shumë interesante. Do të thënë, qurë në moshën 1 vjeçare, 1 vjet e gjysmë janë ndarë nga jati aty dhe ne kemi qenë vetëm të dy. Unë dhe djali dhe familja ime. I përshëndesim fort djalin dhe familjen tënde të mrekullueshme. Nuk duhet t'ia poshtë babait atij se është kujdesur gjatë gjithë kohës dhe vazhdon dhe kujdeset. Nuk duhet t'ia poshtë. Ai ndoshta nuk ishte një bashkëshort i mirë, po si prind ai mundohet.
Kupton, nuk e do të thosh. Jo, se ka një relatë ajo me çka këtë është, djalin. do ta Po, themi. po. Unë falenderoj për sinqeritetin e dashur e lirë. Është kënaqësi e veçantë gjithmonë komunikimi me ty në telefon, WhatsApp, këtu në studia dhe më e veçantë nga gjitha. Mirë dashur, e vijojmë intervistën. Djali po rritet, po djali u bën 19 vjeç, një kohë që nëna vijonte shkollime, kurse pafund, kualifikime pafund. Cilat mund t'i përmendim nga ato? Çka të mundesh t'i cekim? Do të kisha dëshirë që edhe për kënaqësinë e teleshikuesve t'i dinim disa gjëra edhe më të shumta nga jeta jote. Po. Në fillim kam bërë shkollë, kam bërë një vit për gjuhën, pastaj kam bërë këto GCSEs. Biles mbaj mend që më thoshte mësuesja May Brown e kishte emrin ajo, anglishtes, kur po bëja këtë ESOL-in, anglishtja për ISOL, po. Për fillestar. Për njerëzit që nuk flasin anglisht, domethënë, që flasin gjuhë tjera. Dhe kjo ngulte këmbë që thoshte nuk ke ti anglishtën e duhur për të bërë GCSE, ti duhet të bësh një vit tjetër ESOL. Edhe unë që ngulja këmbë thosha, "Tri unë të harxoj edhe një vit kohë tjetër duke mësuar anglishten, ndërkohë që unë mund të bëj ESOL-in, po jo, nuk ka shanse. Nuk janë nga ato tipa që nuk pres dot. Nëse dua diçka, dua ta bëj tani. Okej. Dhe iki nga shkolla dhe shkoj te një shkollë tjetër, aplikoj në Enfield College dhe aty ma dhan, edhe jo vetëm që mbarova 4 GCSEs dhe i mbarova me A deri në C. Bravo. Pra anglishten që kjo mua më tha s'ke për ta marrë, unë e kam marrë me A me yll. Dhe kam shkuar mbrapa. Fantastike. Kam shkuar në ja ki treguar. Kam shkuar t'ja tregoj se më vinte inat se ti nuk mund të thuash mua çfarë mund të bëj. Nuk mundesh, vetëm unë e di mundësinë time. Dhe në momentin që ti më thua se bën dot, mua më kapi nati do e bëj vetëm që të provoj ty gabim. Aty, bravo. Më kapi nati. Pastaj shkoja tregova, cili ishte reagimi që more? Si ishte aty me të drejtën, nuk ishte aty, ja lash me shënim edhe hika. E rëndësishme është që e mori vesh që unë e mora me Pa diskutim, se e ka marrë mesazhin. ka, nuk më interesoni çfarë. E ka marrë. Unë ja dhash. Pastaj bëra A-levels, kur kam qenë duke bërë A-levels, kam njohur djalin e babain e djalit. Jam martuar, e kam lënë shkollën dhe kam filluar punë, punoja recruitment consultant për një agjenci mjekësore. Agjenci, po. Gjija punë për doktor, mjek, infermier, me kontratë me NHS-in. Nuk më... Jam tik pak i vështirë, nuk më rrihet shumë gjatë në një punë. Historikisht, po ta shikosh CV-n time, një vit e gjysmë kanë në një punë. Nuk shkon më? Jo. Sa i mbaron ajo... Se ti kësho entuziazmi. Me entuziazmi edhe më bëhet monotone, pastaj kërkoj diçka tjetër, diçka që... Okej, cila ishte gjëra e radhës që kërkove dhe që realizove? Unë vazhdova shkollën, se kisha amanetin pa mbaruar, kupton? Do bëja shkollën. Po e mbarove shkollën, mbarove dhe amanetin. Jo, bëra A-levels, pastaj shkova në universitet, mbarova shkollën në universitet. Universitetin e ke kryer për çfarë? Për psikologji. Okej. Kam mbaruar për psikologji, jam laureuar në 2011-ën, dhe në 2012-ën kam filluar punë në si tip subcontractor, si quhet, e kontraktume nga Departamenti i Punës dhe Pensioneve, DWP, si këshilltare e punës. Punën që kisha aplikuar unë ishte këshilltare e punës me specialitet këshillimi mendor, se kam marrë punën, kam marrë shkollën për psikologji. Specialiteti yt. Këto nuk deshin ma jepnin mua këto punën, edhe ndërkohë nuk kishte person. Po s'ka problem se ti ja more vetë. Po jo, fillova e bëra unë punën. S'doni ma jepnin ato, mua po e fillova e bëj vetëm punën. Fillova bëra një 2-3 programe, bëja këto klasat. Fillova për menaxhoja dhe s'kishim dhe as menaxher, po menaxhoja dhe atë branchin komplet aty ku isha. Kompleta degen aty. Po bëj mua përsipër unë vetë, kupton, po i bëj vetëm tash. Deshën ato thonë kjo po e bën që po e bën, hajt po ja japim. S'ka problem, s'kemi ku të shkojmë tani, do ja japim. Kjo po e bën që po e bën, kupton, hajt ja japim tash, s'ke ç'a bën. Unë e bëna vetë, doni juve. S'ka problem se doni ju. S'ka problem se s'doni. S'ka problem, për këtë punë kam marrë, këtë punë do bëj. Ashtu. Nëse të pëlqef mirë, nëse të pëlqef, unë do mund të iki. Jo se jam tip që rri kështu, po s'pëlqeu iki. Ike se punë gjithë ne, kupton, nuk është e vështirë. Pastaj, një tjetër kualifikim zuri pjesë në jetën tënde, një tjetër punë? Në çdo punë që kam qenë, që nga intervista e parë, unë ja bëj qartë, nëse nuk kam vend për të bërë progres në këtë kompani, ma thua që tani që mos harxoj as unë kohën time, as ti kohën tënde. Unë nuk punoj në një vend që është dead end, në një rrugë, nuk mund të futem një rrugë që nuk më çon as i vend. Më duket shumë kohë. Një rreth vicioz aty sillu për sillu. Ka shumë kohë, po çfarë bëri unë këtu, nëse kjo nuk më çon në asnjë vend. Dhe që në fillim ja kam bërë qartë, dua trajnim, dhe nëse nuk ka trajnim, unë e gjej vetë trajnimin.
Okej. E kam gjetë vetë trajnimin, ku kam qenë aty në punë, e kam çu menaxherit me e firmos, ky nuk e ka pa fare sa lek bën trajnimi, vetëm e ka firmos, dhe ka mrapa, oh my god, na bën ai trajnimi është shumë i shtrenjtë. Oh, e ke firmos të marrë të keqen. Ti gjon ta thëru aty tash, kupton? Dhe mora edhe një trajnim tjetër, mora këtë bëra specialiste mentoring and coaching for leadership. Është niveli postgraduate. Si pas universitare, kualifikim pas universitar, që të punosh si mentor edhe të bësh coaching njerëzve, behavioral coach. Kjo më ndihmon të jashtëmasë me punën që bëja, domethënë isha këshilltare e shëndetit mendor, po jepja këshilla edhe marrën e punësimit, këshilltare punës. Sa e vështirë ishte ajo për ju? Bëja koordinimin e ndihmës që kishte nevojë personi, se kam punuar gjithmonë me persona që kanë pasur probleme shëndeti, të ndryshme, se s'ka nevojë tjetër psikologjike. Ti nëse ke probleme shëndeti me këmbët ose me gjymtyrët, me artritin, psikologjikisht të ndikon. Të ndikon psikologjikisht, kupton? Sepse nuk je i zotit të ecësh, të vraposh, të ulesh, të ngrihesh etj etj, është më së normale. Dhe kam qenë gjithmonë si tip Sa e vështirë ishte Edlira? Sepse gjithmonë ti je në mes të njerëzve me probleme. Ato probleme fillon e bëhen edhe tuat automatikisht. Dashi pa dashi, ti je përfshirë, aq më tepër bravo, se ma lexoj vëmendjen. Aq më tepër për ty, kështu që kam shumë empati për njerëzit. Bravo, pra kam shumë empati sepse kam kaluar disa faza, siç i tham, ne si shqiptarë jemi të vuajtur, jemi popull i vuajtur dhe kur je i vuajtur nuk do të shohësh njerëz të tjerë të vuajnë. Edhe nëse kam mundësi unë e bëj. Kam lënë punën, e kam lënë gjitha, biles kam humbur dhe punën, se kam shkuar duke ndihmuar një shqiptar në job center, dhe kur jam kthyer tek zyra e punës. Po, menaxheri vinte edhe më thoshte pse ike ti pa marrë leje për gjëra koti, kupton? Por ndonjëherë janë këto tipët që kanë vetëm dëshirë që të gricen, të kapen diku me një element mikroskopik. Shiko, si grua në radh parë, ne përballemi me misogjini gjatë gjithë kohës. Domethënë, në çdo zyrë që do neve shkojmë, shumica e njerëzve janë meshkuj. Po. Dhe shumica e njerëzve nuk e vlerësojnë mendimin tënd si grua. Shumica e meshkujve. Është misogjini e brendshme kjo, kupton? Plus kësaj je grua emigrante, që është akoma, domethënë, sa vjen e thellohet, po. Tani nëse ishim misogjinist, tani jemi edhe xenofob, kemi edhe këtë tjetrën sipër. Tani xenofobinë dhe misogjinizmin nuk e merr vetëm nga burrat, po e merr edhe nga gratë angleze. Fatkeqësisht kjo. E merr edhe nga njerëzit me ngjyrë. E merr edhe nga të gjithë. Nga një herë marrim edhe nga shqiptarët vetë. Nga komuniteti shqiptar, njëri me tjetrin. Por një tjetër, kjo është e dhimbshme, kjo është fatkeqësi tjetër vete, kjo është që mua më acaron shpirtin. Mua nuk bën sens. Sepse nuk ka sens fare, është Neve jemi të njëjtët, si mund të murresh ti mua, ne jemi të njëjtët. Bravo, është e pa kuptim. Nuk e kuptoj. Dhe që të qash në këtë lloj Si qave, si depërtove, dashur? Sepse ne do të themi dashur mi që Edlira ka qenë gjithmonë kokmush. Jam shumë kokmush. Ka qenë gjithmonë fitimtare? Edhe, jo, s'kam qenë gjithmonë fitimtare. Jo, kam humbur, kam pas shumë humbje bilese dhe... Po ke humbur, ke fituar mirë, më pas. Kam humbur, ajo është, se i ngritur shumë shpejt fuqishëm. Ku mbyllet një derë apo një dritare. Edhe këtë nuk e kupton deri në momentin që ndodh. Unë për vlera, për moral, kam humbur punë, kam humbur partner, kam humbur miqësi. Jam prishur me familjen. Se vlerat që unë i kam, nuk bëj kompromis. Dhe më ka prishur punë. Më ka prishur punë se kam folur, nuk kam detur kur e heshtur, kam folur gjithmonë, kam shprehur për knajsin. Kur e kam parë racizmin e kam thritur, kur e kam parë xenofobin e kam thritur, kur e kam parë misogjinin e kam thritur, kur e kam parë ableizmin kur njerëzit diskriminojnë në njerëzve që janë invalid, e kam thërritur, kam luftuar jashtëmase shumë, i kam mbajtur në krye të përgjegjësisë. Kur unë shkruaj letra, nuk thënë kush përgjigje. Se dinin që me klientën e Edlirës nuk merret dot kut asnjëri. Këtë sensin e drejtësisë e kam pasur gjithmonë, ndoshta, po është edhe nga që jam një person neurodivers. Unë kam këtë turim është ADHD. Domethënë, turim ka qef, ka shumë interese, por nuk fokusohet dot shumë për një kohë gjatë në një interes, sepse mbas një farë kohe më bëhet boring ajo, më bëhet monotone dhe s'më tërheqshme, dhe turim nuk angazhohet fare. I injoron ato. Prap, është një temë tepër e madhe, por këtë sensin e drejtësisë, domethënë, e marr shumë personale, sepse kështu është i krijuar truri im, dhe unë tani e kam kuptuar që unë nxehem
e gërsohem dhe tjetërsohem kur e shikoj që një e pa drejtë është duke u bërë. Dhe varet se sa e pa drejtë është e pa drejtë. A ti tërsohesh shumë shpesh? Varet që ndodhet. Unë kam parë në disa intervista, në disa media sociale, në disa media në Shqipëri, por jo vetëm. Ka patur disa reagimet e tua që unë e parat kam shkruar, e dashur si e, pse i bërë nervoz, qa keti, ama të keqe më thuaj. Gjithmonë ka diçka që më trigëron. Dhe gjëja që më trigëron më shumë nga të gjitha, është kur njerëzit përdorin fëmijët. Përdorin fëmijët si armë. Shkon në palës. I përdorin fëmijët si armë. Kupton? Dhe imagino çfarë shpirti kanë, çfarë mendje. Është gjëja që e kam urryer më shumë në gjithë jetën. Unë jam një prind që vjen nga një familje e thyer. Dhe kurrën nuk kam ndalu djalit ta shikonte babën e vet. Unë mund doja ta vrisja ata në ato momente, me ato mund të isha më e zemëruara. Edhe ta shtypja me makinë kam dash, kur e kam Mos e zot, po. Kur e kam lënë djalin aty, kupton? Po e kam mbajt veten, sepse fëmia e ka babatë. Patjetër. Si e shava si vjen mirë aty, kupton, ai ndjet keq, se është gjysma e tij fundja fare. Dhe jam mundur gjithmonë që mos ta përfshi djalin këto gjëra, mos ta tregoj këto gjëra. Të ndalemi në këtë moment të dashur, ta japim edhe një mesazh shkurtër për gjithë teleshikuesit që na ndjekin në këtë moment dhe gjithë shqiptarët tanë mbar botës që çka të ndodh me çiftin të ndodh nëna e babait, secili në jetën e vet e tjerë. Kur mos i përfshini fëmijët, dhe unë kam dëshirë që nga e lira dashurmish të marrim pikërisht në këtë momente një mesazh. Do doja një mesazh të shkurtër e dashur nëse mundesh. Fëmia është i të dyve. Në momentin që e fut fëmin në sherrin një të rrituri, ti po e abuzon atë fëmijë psikologjikisht, fizikisht, ajo është dhunë psiqike. Është dhunë psiqike, nuk duhet të shohë fëmia dhunë në familje, sepse mëson fëmijës se kjo është normale, është normalitet. Dhe pastaj rrit një të rritur që përgjigjet po me agresivitet, po me dhunë. Fillon e trashëgohet. Po normale ja kalon, se fëmijët neve na kanë mësuesit primar, jemi ne, prindit. Fëmia edhe unë kam bërë, çka bën nona ime, çka bën baba im, çka bën vëllezërit e mi. Dhe akoma sot kësaj dite që jam 40 sa vjeçe, prapë shikoj veten tek baba im, tek nona ime, tek vllai im. E shikoj veten. Dhe ndonjëherë nuk janë dhe shpërgjyra të mira, ndonjëherë janë veset këqija, që e shikoj të vetja dhe them o prit se mos më ka pëlqyer ndonjëherë ke vllai kjo, pse po e bëj unë. Pse kam unë, pse po e bëj? E kam veten shpesh të, se si jemi njerëz perfekt, kupton? Jo, vetëm Zoti është perfekt. Jemi punë sipër. Jemi punë sipër. Po bëj që të jemi të paktën koshient për gjërat që ne bëjmë, efektin që ne kemi ke tjerët, se si bëjmë tjerët të ndihen. U mundohem të bëj njerëzit të ndihen të mirë, që të ndihen mirë. Por njerëzit kanë vetë dorë ta bëjnë këtë gjë. Po mirë, ti ke realizuar shumë të në kohës, ne sapo e cekëm vetëm pak minuta më parë që ti ke fituar gjithmonë, pavarësisht pengesave të shumta në jetën tënde, pavarësisht rënjeve, nuk po them të shumta, se rrezime kanë qenë, rrezime ka patur, po jo shumë. Jo ka pasur. Mua më pëlqen shumë tek ti që e ke marrë situatën në kontroll shumë shpejt, ke vepruar shumë shpejt dhe ke fituar shumë shpejt. Shumë interesante ajo. Kam pasur gjithmonë këtë idenë që, okay, e kemi këtë problemin këtu, nëse unë rri edhe qaj për problemin, nuk do zgjidh gjë. Asgjë fare. Nëse qetësohem dhe i rikthehem pak më vonë me qetë, mund t'i gjej një zgjidhje. Dhe gjithmonë fokusohem te zgjidhja. Bravo. Nuk fokusohem te problemi. Problemi është aty, nuk kam çfarë bëj më tani. Ai është, ekziston. Është fakt. Nuk kam çfarë bëj. Nëse mundem ta ndryshoj, okay, nëse se ndryshoj do e pranoj, pastaj do gjej mënyra që të rregulloj unë atitudin tim rreth këtij problemi, se kur të bien ai herë s'ke çfarë bën, do thosh do japësh derën. Do i hapim derën, patjetër. S'ke çfarë bën. E di dashur, do kthehemi sërish tek familja, tek bashkëtesa, tek dashuria. Se tani do shkputemi çik edhe nga këto problemet rrumullak. Do dalim tek këto gjërat tona. Flasim për diçka më pozitive. Po tash të lutem, ha të keqen të bëfsha. Edlir, okay, vendose që secili prej jush kishte jetën e vet, secili ashtu siç the ti ke një marrëdhënie shumë të mirë me eksin tënd, pra një marrëdhënie korrekte, ta themi kështu që të flasim. Civile. Bravo, një marrëdhënie civile me shumë edukat, me shumë respekt. Absolutisht jo, po me të respektuar njëri me tjetrin kaq u kry aty. Pastaj si vijoi jeta jote. Kishte një dashuri, gjete dikë, u njohë me dikë, kuptove një diçka që nuk shkon jetën tënde, mos kishte ndonjë ide. E them edhe kam thënë shpesh herë, heteroseksualiteti më ka rrëmbyer 40 vite të jetës. Dhe
këto 5 vitet e fundit kam kërkuar shumë të gjej dikën ta fajsoj, të them ti e kishe fajin. Po nuk e do gjej ishte atë më e person. thjeshtë. Po se gjen Do ishte më e thjeshtë. Të lutem, ha. Edhe për shpirtin tim do ishte më e thjeshtë, po fakti është që nuk mundem t'jave fajin askujt, sepse kemi jetuar në një botë që ashtu erdhën punët dhe ashtu ishte shoqëria që nuk i kishin fjalët dhe fjalorin. E duhur. Tani që e kam mësuar, Çka ndodhi para 5 viteve, dashur, para 5 viteve, pak s'ka rëndësi? unë njoha një person të komunitetit për cilin unë ndjeva atrakcion. Dhe aty fillon pyetjet e para. Pra njohej një vajzë, një femër. Njoha po. Ai person faktikisht nuk ishte në trupin e një femre, por nuk identifikohej si femër. Por ishte marrëdhënia e parë, domethënë queer, që unë kisha dhe personi i parë queer për cilin unë ndjeja atraksion, Që nuk e dije më parë. Dhe këtu fillon pyetjet e para dhe i bëja pyetje vetes një sekondë se s'po njoh veten. Se Çka po ndodh me mua? Gjëja që më trazon më shumë, nuk mund t'i gënjej vetes. Nuk mund ta gënjej veten. Unë dua të jem e sinqert me veten rreth parë. Bravo. Dhe kur kam një pyetje, unë dua t'ja nxjerr fundin asaj pyetje. Bravo. Dhe fillova të studioj pastaj, fillova të lexoj. Kam bërë 5 vitet e fundit, unë kam bërë shkollë antiraciste dhe antidiskriminatore. Domethënë kam lexuar shumë libra mbi çështjet queer, mbi çështjet e racizmit, xenofobisë, çështjen e migrante, çështje botërore, politika botërore, si kemi ardhur deri në këtë pikë dhe pse ekzistojmë në këtë formë kapitaliste shtypse. Dhe këto studime më kanë treguar që neve deri në këtë pikë kemi jetuar një gënjeshtër. Historia që na është treguar ka qenë histori e ndryshuar. Nuk ka treguar historinë e vërtetë. Shqiptarët i thrasin autokton, por nuk na thorin kur indogjen, është e njëjta fjalë. Është e njëjta fjalë. Pse përdorin fjalën autokton dhe jo indogjen? Për çfarë arsye? Sepse dikë Përse fjala indogjen është ka tepër pushtet, ka tepër fuqi. Është e fuqishme, powerful. Okej. Fjala indogjen dhe autokton është e njëjta gjë dhe do të thonë të dyja që ti ke qenë gjithmonë aty. Je populli i këtij vendi, nuk e lëvizë kurrë. Nuk e ndryshuar, aty ke qenë gjithmonë, po. Po për çfarë arsye përdorin fjalën autokton dhe jo indogjen? Po i ngacmoni, krijon vështirësi dikuj atje këtu atje. Normale. Është tipike ajo. Është politike kjo. Këto gënjeshtra, neve si popull... Dhe ti, më fali dashur, ti i lexove, i gjete, e kuptove në vete, fillove nga vetja. Kërkova vetë, konkretisht çfarë ndodhi? Ishte një rrugë drejt vetë, por kërkoja veten, se sinqerisht nuk e kuptoja më se kush isha tani. Identiteti im ishte komplet një krizë identiteti. Kush jam? Se kam jetu 20 vjet në Shqipëri, 20 vjet në Angli, po as nuk e kuptoj se kush jam tani, si jam as shqiptare as angleze. Kush jam unë si person, unë e lira? Dhe mu deshti lexoja këto gjërat, mësoja historinë e Shqipërisë, kam lexuar shumë libra për Shqipërinë, për historinë e Shqipërisë. Bravo. Dhe kur kam lexuar, kemi lexuar Odisen kur kemi qenë vegjël. I mban mend librat e Odises? Ato të mëdhenj, të rëndit. Okej, kur vinte Odiseja nga luftrat, nga deti, shkonin në këto shtëpi publike dhe i synin në dhomë çfarë? Një vajzë dhe një djalë. I servirnin. Tani kur mendon për mitologjin, unë kur isha e vogël nuk e kuptoja çfarë ishte kjo, kupton? Absolutisht, jo. Po mirë, po dalim si aso. Po ç'ne aty? Ç'a donte atje? Nëse i hyn këtyre studimeve më thellë, e kupton që në mitologji njerëzit kanë qenë, dashuria ka qenë e lirë për të gjithë. Gratë i lire kanë qenë gratë më me pushtet në gjithë Ballkanin. Gratë i lire kanë pasur drejtën e pronës, kanë pas të drejtën e shtëpisë, kanë pas të drejtën të merrnin martoheshin me këtë donin. Të kishin sa partner donin biles. Më shumë se një. Zbuloj pastaj prapë që njerëzit kanë qenë queer gjithë kohën, kanë qenë në fillimin e kohës, ka pasur njerëz trans, ka pasur njerëz gay, ka njerëz biseksual, identitete të ndryshme. Dhe kjo forma e heteroseksualitetit që na është mësuar neve, është një formë dije që të është dhënë me pikatore. E të kanë dhënë vetëm ato që duan ata dhe nuk t'i kanë thënë gjërat e tjera. Biologjia, ne na kanë dhënë një shpjegim bazik biologjisë, por biologjia është shumë e komplikuar. Biologjia që na ka mësuar neve nuk i prek fare varietetet e gjinive, e seksit biologjik. Po, thjesht bazën. Janë mbi 40 forma që quhen intersex, që janë njerëz që i kanë ose të dyja, ose njërin ose tjetrën, ose asnjërin, nuk e po. Janë të ndryshme, janë variacione të ndryshme. Konkretisht me ty çfarë ndodhi? S'na i ka dhënë njëri këto informacione. Unë thjesht zbulova veten duke lexuar, duke mësuar. Okej. Sa më shumë informacion të marrësh, aq më shumë merr përgjigje mbrapa. Zbulova që
edhe unë jam person e komunitetit. Kam qenë gjithë kohës, gjithë jetën kam qenë. Se po të shkoj të shikoj gjatë gjithë jetës, unë kur isha e vogël, lozja me gocat, lozin njerëzit doktoreshash, fëmijët, sa të lojkin e pas lyt, që gjithë. Në gjithë botën e njëta loj luhet. Po, mësus, shkollë, doktor aty. Me gocat gjithmonë, asë njerëz me çuna luja futboll ama. Me çuna luja futboll, kurse me gocat lusha doktoreshash. Kur adoleshente, unë kam pasur një vajzë që besoj që ajo ka qenë dashuria ime e parë, po që nuk e kuptoja kur që e ishte dashuri romantike. Kuptoja thjesht se e doja si shoqe, kupton? Po jo, nuk ishte ashtu. Unë isha totalisht e marrëzisht e dashuruar nga me ata. Po prap, kurse ke fjalorin, përgjigje nuk gjeje. Po shahama e dua si shoqe, kupton? E kam kuptuar vonë, kur e kam marrë vesh që okej, ke parasysh, fillon e shikon jetën tënde në retrospektive, thoj, kjo bën sens, po kur e kapa veten duke pa atë gocën që më tha çan në shef, dhe që unë ngela, thash vetes time, po pse i shikoj gota si lesbike. A kupton? Janë gjëra mendime që unë i kam supresuar gjithë jetën se thjesht nuk i kuptoja. Dhe në momentin që i kuptova, është turp. Ishte këtë tjetra pastaj, ishte turp. Që ti bëhesh homofobe me veten, sepse ke turp ta thuash që unë e kam të ndjenjë. Po kjo histori ka vetëm 5 vite, nuk ka shumë. Po pra, po tashi unë jam nga atë tipa që e shikoj jetën time në retrospektive dhe i bëjnë analizën. Nga e para deri ke e fundit. Se dua përgjigjet, unë kupton? Dua ta dia, u bëra tashi ka qenë kështu gjithkohës. Po dhe ti zbulove se ke qenë e tillë krejt ndryshe, krejt gjithkohën, jo se u bëra vetëm 5 vite më parë. Unë kur kam qenë vogël e mbaj mend që kam qenë gjithmonë konfuze. Me veten. Me veten, nuk e kuptoja. E dia që edhe kam thënë deri vonë kam thënë, ora unë jam ndryshe, por nuk e kuptoj pse jam ndryshe. Nuk e dia fjalët. Ndryshimi ishte që unë jam gay. Ky ishte ndryshimi. Unë thjesht nuk kisha fjalë. Dhe kur e kuptova se çfarë ishte fjala gay, ishte ajo ideja e mentalitetit shqiptar që ose është turp kjo, kupton? Si unë nuk mund të jem diçka e tillë se është turp. Ti sjell turpin në shtëpi familjes, kupton? Dhe gjatë gjithë kohës për çdo vendim, edhe si grua shqiptare, neve vëmë gjithmonë njerëz të tjerë përpara. Vëmë gjithmonë familjen përpara. Para se ndahesha me burrin, mendoja do i sjell turp familjes, Edhe kisha atë sensin që do më thonë gjithë tani do më vënë epitetin se grua ndar, kupton? E hoqa këtë barën, e kalove, ka përgjeva këtë, se tash fundja fare, kupton... Tash na doli kjo tjetra, qatë bëj unë? Kjo tjetra tashi, po kjo tjetra jetë një mosh më të pjekur, një mosh 20 vjeçare. 20 vjeçare. Plus bëra dhe studimet që kisha nevojë që... E more informacionin e duhur. Po, doja të bëja përgjigje që doja. Dhe kur ke informacion dhe kur e shpjegon se si ndihesh, e kupton dhe veten. Dhe mu më duket tamam si një drejtim, si një udhtim drejt vetes, drejt identitetit tim. Gjatë gjithë të kohëve, 10 vitet e para kanë qenë formimi bazik, 10 vitet e dyta kanë qenë kaos, 10 vitet e treta kanë qenë survival mode, në mënyrë, si quhet survival? Mbijetese. Do me thënë, ne jetojmë vetëm për të mbijetuar, me ankth, gjatë gjithë kohës. Dhe mbasi kanë kaluar 10 vite, fillova të bëj këtë, ishte kjo procesi i shërimit, rikuperimit. Po, unë kam kohë që bëj terapi, sepse e dija që vdekjen e vllajt unë se kam procesu për 10 vjet mira. Në 2014 kam bërë terapi për herë të parë për këtë gjë. Dhe kam bërë terapi edhe për gjërat që kohën e luftës në Shqipëri. Dhe kam zbuluar që më kanë afektuar jashtëmase në çdo gjë që unë bëj. Në marrëdhënie, në punë, në jetë, në mënyrën se si jam. Për arsyeja pse i bëj gjërat. Dhe kjo rruga e shërimit ka qenë pak e gjatë, po unë doja rekomandoja gjithë shqiptarëve që të shkojnë te psikologu. Ne kemi shumë nevojë të flasim. Është vërtet. Jashtëmase shumë. Por që këto gjëra është vërtet e dashur të lirë që ne duhet të shkojmë, ne duhet të praktikojmë, është vërtet. Fatkeqësi tjetër kjo për shqiptarinë mbar, për mbar shqiptarinë, që ashtu siç ti e the vetëm pak minuta më parë që presupozohet gjithmonë që ai që shkon te psikologu është i mbaruar. Ndërkohë që te psikologu shkohet për të mos mbaruar. Për ta parandaluar. Për ta parandaluar, që mos të mbrojnë tek një fazë etj mos o zot. Shko te psikologu sa jeni kohë, se po shkove te psikiatri është shumë vonë. Është shumë vonë. Por që fatkeqësi, por të shpresojmë dashur, të jemi pozitiv, të shpresojmë që mentaliteti shqiptar sa të vjet përmirësohet, të eliminohen këto gjëra, këto alternativa çuditshme etj që nuk shkohet këtu, jo po nuk duhet flasësh për këtë, është turp për atë etj. Është më mirë, shumë më mirë, absolutisht më mirë, unë jam shumë dakord që gjërat thuhen.
Haptas i thjesht, qartë, mirë, bukur, nuk ka nevojë që t'i bijem nga Kina, Japonia, Kanadaja, por që gjërat thuhen thjesht e thjesht, me tryezë, kaq të flitet, bisedot dhe kaq. Ti si e fole me prindrit? Me motrën? Ka qenë e vështirë. Ka qenë e vështirë, normalisht, është familje shqiptare, e kam pasur shumë të vështirë ta pranonin. 2 vitet e para, po thuaj se s'kam fol fare me asnjë shtëpis. Mos më thuaj. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë edhe për ty dhe për ata. Mos them, është një nga periudat më të vështira, se unë gjithmonë s'kam qenë kur pa familjen time, në asnjë moment vetëm. Dhe imagjino ajo periudhë se si ishte për ty dhe për ata. Kjo ka qenë Krishtinet e para që kam festuar pa familjen, kanë qenë më të këqijat e gjithë jetës time. Na përmallove tani, na. Kanë qenë më të këqijat e gjithë jetës time. Më të keqen të. Çdo Krishtinë neve kemi një traditë. Në datë 24, familja vjen tek shtëpia ime dhe neve bëjmë me djathra, me sallamra dhe me verë. Ne bëjmë gjithë tap me verë dhe kërcejmë vetëm muzikë shqip deri në mëngjes. Deri në mëngjes. Nesër pastaj shkojmë ose te mami ose te babi, mblidhemi gjithë edhe bëjmë gjelin, ato krishtinjet. Po, e kam qartë. Tradicionale. Që janë fare tradicionale shqiptare, po që na janë bërë tani. Që ne na janë bërë automatikisht. Kanë zëvendësuar pak a shumë vitin e ri dhe po. Kanë na duhet të bëjmë 2 vite të ri, kupton? Është një pretekst. Janë aty afër. Një pretekst më bëjmë një festë më tepër, kupton? Edhe të prishja këtë traditë, unë kam shkuar dhe aty plasi bomba. Jo, nuk plasi, dërgova djalin tek që të bënte krishtinet me familjen dhe kam shkuar tek puna, kam punuar atë dite edhe vendosa që nëse unë s'do kaloj krishtinet me familjen time, atëherë çdo krishtlindje unë do bëhem vullnetare dhe do bëj diçka vullnetare, domethënë, do punoj për një bamirësi. Do jap të kohë që do ja jap familjes time, do ja jap dikuj që e kërkon ndoshta familjen dhe nuk e ka. Nuk e ka. Ashtu siç unë në këtë moment e kërkoj dhe nuk e kam familjen. Dhe kjo u bë 4 vjet tani që është bërë pak i traditë, unë nuk e festoj me krishtinjet në shtëpi. Mos më thuaj. Jo, unë festoj krishtinjet në punë tek kjo Go Forward Youth, kjo charity, kjo bamirësia e cila kam punuar si drejtore për 4 vjet. Neve bëjmë festën tamam, domethënë i mbledhin gjithë këto fëmijët që janë pa prindër ose që nuk i kanë prindrit të aftë për të kujdesur për ta për momentin. Dhe i blejmë dhurata, bëjmë pemën, bëjmë drekën, domethënë tamam krishtlindjet me muzikë, marrim DJ. Mundohemi të krijojmë një atmosferë familjare. Edhe për mua kjo gjithmonë ka qenë personale sepse unë e kuptoj shumë mirë që do të thosh mos ta kesh familjen në një ditë. Që ta kesh edhe mos ta kesh. Ta kesh dhe mos ta kesh. Në një ditë madhe, po, në një ditë shënuar. Edhe e di se sa shumë të vret ajo ditë, aq më tepër, kur gjithë janë duke bërë foto me familjen, ti nuk je. Duke buzëqeshur, edhe ti nuk je aty. Po si e the? Si ja parashtrove? Si e fole? Me të drejtën, to çfarë e kam thënë, se unë nuk di të flas shumë nga Kina. I thash, i kam prezantuar direkt partneren. Shoqen. Partnerja ime i kam thënë. Partnerja. Babi më çovi një letër, 3 faqe. Qarqaf, batanie. Fliste për moral, për vlerat shqiptare, për shumë gjëra që çdo prind shqiptar do flasi, kupton? Po. Dhe unë me të drejtën e kam lexuar vetëm pak fillimin e asaj letrës dhe e kam mbyllur dhe nuk e kam lexuar më. Nuk e ke lexuar më kurrë. Jo, nuk doja ti lexoja ato fjalë, sepse sado nga një vend i mirë, sado intencionet mira të ketë pasur i madh në ato momente, ato fjalë ishin shumë të rënda dhe nuk i lexoja dot. Edhe sot e kësaj dite, jo se janë perfekt me mua, domethënë ose janë totalisht kënaqur me faktin që unë jam haptazi dhe kaq e zëshme për faktin që jam gay. Nuk është se janë shumë kënaqur me këtë gjë, po e tolerojnë sepse nga dashuria që kanë për mua. Ato i kam thënë këtë gjë prindërve të mi. Në momentin që unë vi tek ty dhe të kërkoj dhe të them që unë, jeta ime, mund të jetë e lumtur vetëm në këtë lloj formati. Ti më kërkon që unë të jetoj në formatin tënd që ti të jesh i lumtur. Duke sakrifikuar unë lumturinë time. Domethënë ti si prind po më kërkon mua fëmijës tënd të sakrifikoj lumturinë time për ty që ti të jesh i lumtur. Tash si prind mua kjo nuk më bën sens. Se unë nuk mund t'ia kërkoj kurrë fëmijës tim ta bëjë këtë gjë për mua, kurrën e kurrës.
Dhe mendon ky ka qenë një moment deciziv që i ka bërë ata të pyesin veten një moment tani se si prindër ne gjithmonë kërkojmë më të mirën për fëmijët. Por do të kujtojmë edhe këtë gjë se fëmia është individ, që nga mosha 2 vjeç ai fëmijë ta shpreh se çfarë do. Që në moshën 5 vjeç, 7, 8, 10, aq më tepër unë që jam 40 vjeçë. Duhet më dëgjosh. Çdo prind duhet ta dëgjojë, fëmia duhet ta dëgjojë prindin, por edhe prindi duhet ta dëgjojë fëmijën. Se fëmia është individ, ka karakterin e vet, ka ndjenjat e veta, unë kam qenë ngej gjithë jetën. Sikur ta kisha ditur unë, sikur kisha pasur vetëm një idhull të vetëm. Një person të vetëm që kishe qenë gay, unë s'do kisha shtrirë kurrën e kurrës me një mashkull. Kurrën e kurrës. Unë sot disa ditë e kam traum faktin që unë jam shtrirë me një mashkull. E kam traum këtë gjë. S'duhet kur trupi im të shtrirë një njëtin krevat me një mashkull, kurrën e kurrës. Duhet ta kisha ditur këtë gjë shumë më herët. Se më duket tani sikur kam abuzuar me veten, e kam vënë veten në një pozitë që s'duhet kisha qenë kurrën e kurrës. Kurrën e kurrës. Pse të urrej unë veten se bëra atë që më thanë tjerë duhet bësh. Se kështu më tha, kupton, ti je vajzë, do të kërkosh burr të martohesh, bësh fëmijë, bësh familje. Edhe unë këtë bëra, atë që më thanë, kupton? Po në këtë kohë që bëra këtë, më hova gjithçka çka unë isha. A do e ndërpresim si mendon? Jo, është okay. A je sigur që do Po, vazhdoj? jam okay, jam okay. Do e ndërpresim pak për pak publicitet? Si thua? Po, okay. Okej, mirë, dashur miq, ne do shkputemi vetëm për pak qaste, për publicitet dhe do të jemi sërish së bashku pas publicitetit për të vijuar me Edlirën, me gjëra të bukura, pse jo, por edhe me mesazhe shumë të forta. Vetëm pas pak, qëndroni me ne. Përshëndetje të gjithë të miq. Unë jam Naim Hasani, jam kandidat i koalicionit Euro-Atlantik dhe garoj në zgjedhjet e 11 majit në qarkun e Shkodrës që përfshin Ballësinë e Madhe, Shkodrën, Pukën, Fusharzin dhe Vallëdesi. Kam mbi 27 vite që jetoj në Britani, kam mbi 20 vite që ushtroj profesionin e avokatit në vendin më të mirë të botës, në tempullin e demokracisë botërore në Britani. Shpresoj me kontributin tim në Parlamentin e Shqipërisë, nëpërmjet votës tuaj, të bëj ndryshimin dhe të përcjell modelin britanik, modelin evropian që përfaqëson vetë Parlamenti britanik dhe kultura që ajo përcjell në Shqipëri. Ju falenderoj dhe ju ftoj të votoni dhe të merrni pjesë masivisht në zgjedhjet e 11 majit dhe të votoni për koalicionin Euro-Atlantik për numrin 4, për mua në Shkodër, Naim Hasani. Mirë, dashur teleshikues, ne jemi sërish së bashku në studio me Edlirën, e cila na emocionoi pa diskutim dhe secili prej nesh u bë pjesë e emocionit të Edlirës. Dhe tani do vijoj me diçka tjetër, duke shpresuar në vimësinë e sa më dinjitoze të emisionit. Do mundohem unë si prezantuese, unë si gazetare, që ta mbaj veten mirë, sepse për Edlirën s'ka problem për Edlirën, për shhalli që mos të mbikun edhe mua pastaj se ti po na emocionon. Dhe unë të falenderoj sërish e dashur Edlirë për emocionet, për sinqeritetin e treguar, për thjeshtësinë tënde, bravo. Kam shumë dëshirë të ndalem në një pikë shumë interesante të bisedës, bëhet fjalë pikërisht për sepse ti sapo je bërë politikani i parë jo gjinor në Shqipëri, cila ishte arsyeja dhe pse pikërisht përzgjodhe Shqipërinë. Nuk e di nëse do na tregosh diçka, si ndodhi. Tani unë të fushën e politikës, një karrierë politike se kisha imagjinuar kur me të drejtën. Asnjëherë më parë, po. Jo, shkollën e kam bërë për psikologji, s'kishte fare lidhje me politikën. Si lindi si ide? Por ishte një diçka që erdhi, nuk di si ta shpjegoj, ndonjëherë thonë që purpose finds you, do me thonë, si thuhet purpose në Shqip? Posaçërisht. Jo posaçërisht. Synimi jo të jetës, ndonjëherë të gjen ty, nuk e gjen ti, qëllimi i jetës, të gjen qëllimin ty, nuk e gjen ti qëllimin, po. Qëllimi, bravo. Edhe kjo, do me thonë, është mëse e vërtet në këtë rastin tim, pasi se kisha bën ndonjëherë në mend bëja në karrierën politik me thënë drejtën, as nuk kam ndërmend bëj karrierën politik. Mua më kërkuan të lidhe kandidaturën vjetë në zgjedhjet angleze për partinë Workers' Party, partinë e punëtorëve, jo të punës, jo Labour. Nga kush t'u ofrua si kandidaturë, nëse mund ta dim? Një kandidatë tjetër,
që po kandidatonte për të njëjtën parti, një avokate këtu në Londër, e cila unë e njoh, kemi marrëdhënie si kolege. Ajo kishte folur, me George Galloway dhe I kishte sugjeruar për mua të hidhe kandidaturën. Ta më ftojnë të bisedoj me ta. Bëj pa kontroll, se nuk mund t'i them po, diçka e, vetëm se është një oportunitet që 90.000 pound vit, rrogë e mirë, me pushtet. Një mundësi pse jo. Një mundësi, kupton. E kam qartë. Shumë e mirë. Por nuk mund t'i them jo kësaj vetëm për të bërë një karrierë. Duhet ta dije se çfarë partia është kjo, se nëse do përdorësh fytyrën time, atëherë duhet të jesh në ku jam unë? Duhet të kesh të njëjtat etikë, të njëjtat value që unë kam. Dhe nga kërkimet që unë bëra, nuk më pëlqyen fare mënyra se si programi I tyre, mënyra se si diskriminojnë me disa njerëz të komuniteteve të ndryshme, gjë që unë është diçka që nuk do diskriminimin, e dim ta në që ti s'do e bëj kurrë. Nuk ka kompromis. Absolutisht. Nëse ti Cilat ishin ato elemente, ndonjë prej tyre që ti nuk kurrësisi nuk u përputhe? Ishte çështja e personave e grave trans, një çështje që këtu në Angli është bërë shumë, është kthyer në një çështje politike që nuk është fare. Përdoret si çështje politike për të marrë vota. Por që në të vërtetë nuk ka lidhje fare me politikën, sepse persona trans janë 1% e popullsisë dhe s'kan asnjë lloj impakti, potenciali, asnjë lloj impakti nga ato gjëra që neve na impaktojnë, që na nuk zgjidhin persona trans as çështjen e varfërisë, as çështjen e abuzimit grave, as çështjen e fëmijëve, asgjë. Kupton, është komplet, është thjesht përdoret për politikë për të marrë vota. Përdoret në Angli, përdoret në gjithë Evropën, e përdoret Trumpi, e përdoret edhe në Shqipëri tani. Është thjesht çështje politike, nuk ka të bëjë me drejtat e njerëzit. Këtë gjë unë nuk e pranoj dot, sepse nëse unë do e heq veten si një person që ka ardhur të përfaqësoj popullin, unë nuk mund të them do përfaqësoj të dy vetat dhe të tretën s'do e përfaqësoj. O të gjitha o asnjërin. O të gjithin o asnjërin. Kjo kuptoj. Nuk mund të bësh diskriminim, plus është kundër gjithçkaje që unë besoj. Të diskriminosh një popull që është gjaj I vuajtur, që po vuan. Dhe kjo ishte, dhe ja thash, për këtë arsye, unë nuk mund të punoj me ju. Nëse juve do ndryshoni mendimin rreth kësaj teme, atëherë ne do të besoj që nuk I kishin plan që të ndryshonin apo jo, nuk ishte në objektivat e tyre. Ishte një sforco thjesht sepse ishte fushata. Nuk ishte asnjë lloj interesi. Domethënë, drejtat tona si komunitet gjithmonë janë në fund të listës. Neve gjithmonë duhet presim për drejtat tona. E pastaj çfarë bëre konkretisht e dashur? Thjesht ndihmova të shoqen time me fushatën e saj në Tottenham. Ajo mori goxha vota, por fakti ishte se ishte kundrejt David Lammy, që është Labour edhe ka 10 vjet në Tottenham, domethënë është e vështirë ta lëvizësh atë. Kjo eksperiencë më dha një farë indikacioni? Jo indikacioni, po ishte eksperiencë që unë duhet ta bëja, që ta kuptoja se si funksionon, kupton? Logjistika e si funksionojnë këtu në Angli, si bëhen zgjedhjet, çfarë duhet bësh që të marrësh vota. Ishte dobishme. Dhe diku në këto ujëra gjatë saj kohe që po diskutoja këtë, më afrohet kjo lëvizja pan-europiane Volt. Këta janë një lëvizje pak shumë e re, por janë grassroots aktivista, do me thënë aktivist që luftojnë shumë për të drejtat e njerëzit, por që janë në 30 shtetet e Evropës, kemi 5 antar të Parlamentit Evropian të zgjedhur, kemi mbi 265 antar të zgjedhur në për vende lokale dhe regionale. Jemi në gjithë Evropën dhe në nëntor jemi hapur në Shqipëri. Një nga antarët e bordit jam edhe unë u bën zgjedhje, domethënë unë hodha kandidaturën, u zgjodhën nga antarët e kësaj lëvizje. Kush është në krye të kësaj dege në Shqipëri? Volt Shqipëria është lëvizje politike, po formojmë partinë. Domethënë synimi jonë është të formojmë partinë, të mbledhim 3000 firma. Është një person në krye të kësaj lëvizje apo është një bord? Neve kemi një bord prej 5 vetave dhe mënyra se si funksionon në Volt për të qenë sa më transparent dhe sa më të drejtë, ne kemi 2 president të partisë, jo vetëm një.
Do me thënë që decizioni mos tjetë vetëm me një person, po tjetë me dy veta. Bashkarisht, po. Dhe janë dy gjini të ndryshme, gjithmonë do jenë ko-prezident. Një mashkull, një femër, ose një person që identifikohet ndryshe nga mashkull ose femër. E kam qartë. Por që gjithë kohës kemi dhe Volt është shumë i angazhuar të empower, të fuqizoj gratë. Do me thënë, shumica e presidentëve në Volt dhe këtyre personave të zgjedhur, deputetëve, shumica janë gra. Edhe e kemi bërë këtë qëllimisht, pasi gratë nuk janë të përfaqësuar në politikë. Ka qenë gjithmonë problem, nuk ka mjaftueshëm gra për të shprehur atë që ne duhet të shprehim. Në tavolinat të merren vendimet. Bravo. Pikërisht kjo e dashur kjo lëvizje që pretendoj që do krijohet edhe partia, po jo, Po. A ka lidhje direkte me LGBT-n, me komunitetin? Jo, s'ka fare. S'ka lidhje fare. Jo, është thjesht parti europiane. Ka suportim, ka mbështetje? Ka suport nga të 30 kapitujt e Evropës, të 30 shtetet, kemi suportin e tyre, kemi suportin e Volt Europa, e cila është, domethënë, si tip ombrele që i përfshin të gjitha ato kapitujt e tjera. Domethënë kemi Volt Europën në fillim dhe pastaj gjithë kapitujt, Gjermani, Itali, Francë, Shqipëria tani, janë në ombrellën e kësaj Volt Europës. Domethënë neve kemi një etik, kemi një standard europian dhe këtë synojmë edhe për Shqipërinë, që Shqipëria të vinë në standardin europian. Dhe duke qenë se kemi, domethënë, 30 shtete që na japin mbështetje, mendojmë që kemi mundësi që të bëjmë ca ndryshime thelbësore në Shqipëri që mund t'i hapin dyert drejt Europës. Pasi janë disa gjëra që Shqipëria akoma ka mangësi. Korrupsioni në radhë parë akoma neve kemi problem nëmër 1 dhe kjo është synimi jon i parë, të luftojmë korrupsionin. Jemi shumë koshient që Shqipëria është duke u menaxhuar nga kriminal me pushtet. Dhe synimi i Voltit është që të sjellim një frymë të re, politikanë të rinj, të cilët vërtet duan të ndryshojnë Shqipërinë. Këta që kemi për momentin janë thjesht gjakpirës, se kanë 30 vite dhe s'po bëjnë asgjë. Jo, po bëjnë atë, të lutem. A mund të korrigjoj pak, të lutem, po bëjnë. Po na nxjerrin nga shteti. Përveç asaj, absolutisht primare, tjetra është kjo. 4 vjet mandat njëri, 4 vjet mandat tjetri. Pastaj do kthehemi sërish para 4 viteve ose para 8 viteve dhe u krye. Aty përfundon. Mirë dashur, kur pretendoj që kjo lëvizje do kthehet, do konvertohet, do bëhet një parti e mirëfillt në Shqipëri? Pra keni një datë të paramenduar? Synojmë që të marrim pjesë në zgjedhjet lokale të 2027-s. Gjatë kësaj kohe duhet të mbledhim 3000 firma. Jemi në proces sipër duke i mbledhur firmat. Kemi një program, propunojmë në programin ton. Kemi një program shumë impresiv mendoj unë dhe diçka që një standard që i mungon Shqipërisë. Do me thënë standardi kjo gap, kjo që na ka ngelur neve, kjo hapësirë që na ka ngelur neve që nuk na lë të bashkohemi me Evropën. Synimi jonë është ta mbyllim këtë hapësirë. Bravo. Ta sjellim Shqipërinë në të njëjtin nivel. Pra është e sigurt që në 2027 ne do kemi aty. Pra në një të ardhme, a mendohet që Edlira do të jetë pjesë e parlamentit në Shqipëri? Ma kërkuan këtë gjë, ma kërkuan dhe ta ide kandidaturën, dhe ishte diçka që unë e mendova shumë seriozisht, dhe nuk e kam mbyllur tërësisht derën, por për momentin mendoj që si antare e bordit, unë jam më e dobishme se sa do isha si kandidate. Mendoj që unë jam aktiviste, nuk jam politikane. Unë i kam hyrë kësaj rruge për një arsye të vetme. Dhe arsyeja është që ky sistem që nuk funksionon duhet të shpërbëhet dhe bëhet një sistem tjetër. Unë nuk jam fare pro kapitalizmit, nuk është se jam komuniste, nuk besoj në komunizëm, por ka mënyra të tjera, ka sisteme të tjera, alternative, që sigurojnë që gjithë njerëzit kanë të drejta të njëjta. Do me thonë, synimi im është drejtësia sociale. Nuk është e drejtë që 1% e botës mban 90% pasurisë dhe restohet e në tjerëve punojmë si sklever vetëm për të mbajtur frymën gjallë dhe për të paguar faturat. Sklever modern. Po. Kjo mua nuk më bën sens.
Dhe është një hierarki piramidale që vën mashkullin, kjo është patriarkia, nuk flasim, ne nuk urrejmë meshkujt, ne urrejmë patriarkin, do me thënë hierarkia, kjo piramida që vën mashkullin në maj dhe ne gratë në fund fare të mbajmë gjithë peshën e piramidës, literalisht një shkel në fyt që i është vën grave. Ky është patriarku. Dhe ky sistem duhet me patjetër të çmontohet, Të shpërbëhet. Të shpërbëhet. Në mënyrë që gjithë njerëzit kanë të drejtat të njëjta, të kenë mundësi të njëjta. Nuk duhet të vuaj patjetër dikush që të jetë dikush mirë. Nuk është kjo. Është mënyra se si janë ndërtuar gjërat, dhe mënyra se janë ndërtuar gjërat ka qenë me qëllim, kështu. Si janë ndërtuar nga njerëz me para, absolutisht, super me pasur. potencë, po, patjetër, me fuqi, me potencial të fuqi, të gjithmonshëm, mëse natyrshëm. Por që mund të shohim një ditë në Parlamentin Shqiptar, pse jo? Edhe mundet. Edhe mundet, okay. Nuk e mbyll derën, edhe mundet. Sa më pëlqen. Mirë dashur, cila është një ditë e jotja aktuale? Një? Një ditë e jotja normale. Cila është një ditë e jotja? Dita ime normale. Si është dita jote? Dita mia ka raste që janë të papritura, ka raste që janë shumë të organizuara. Unë ditarin tim e mbyll 2 javë para. Okej. Pasi me ato gjëra që dua të bëj unë, shumica e gjëra janë vetëm, shumica e planeve që unë bëj për jetën time i bëj vetëm. Sepse mbas 18 vitesh duke i bërë gjërat vetëm, mësohesh që mos mbash më shpresë sa ke asnjë tjetër, as mos i lutesh njerëzve. Edhe e kam kuptuar më së qartë që po nuk e bëra unë, s'do e bëj njëri tjetër, kështu nuk pres kurrë nga njerëzit e tjerë. I bëj planet vetëm, edhe i piketoj atëherë kur unë ndihem mirë për t'i bërë gjërat. Më përpara kam pasur të sensin e urgjencës që duhet të bëj tani patjetër. Kurse këto kohët e fundit, sidomos që nga pandemia, e kam ngadalësuar pak hapin. Ritmin. E kam ngadalësuar ritmin, se më duk si një maraton pa piksensi kjo. Vrap vetëm për të paguar fatura, se s'po kuptojmë, s'po bën sens. Edhe i kam rianalizuar gjërat nga fillimi, komplet jetën time, dhe kam vendosur që unë nuk ndjek më lekun. Unë tani ndjek qëllimet e jetës. Cili është qëllimi i jetës tënde, të Qëllimi lutem? më i madh i jetës time është të çmontoj sistemin. Ky është goli im primar. Të çmontoj sistemin. Po, faktikisht unë do t'i vëmira sistemin, ta shpërthej fare, Shpërbërje, ta shpërthesh fare. po që ta shpërbëj nga rrënjët komplet Si sistemin. mendon që do të arrish ta shpërbësh sistemin në Shqipëri? Revolucion. Si mendon që do realizosh revolucionin? Unë jam vetëm një njeri vetëm ndoshta nuk mund ta ndryshoj botën, por nëse një njeri vetëm bën sens, mund të ndryshoj mendimin e të tjerëve dhe mund të qej shok dhe miq që mendojnë në të njëjtën mënyrë. Pastaj revolucioni mendoj ka filluar tashmë. Unë jam thjesht një person që po bashkohem me revolucionin. Patjetër, unë me sa kam informacion, kështu konfidencial, di që ti ke shoqëri gjithandejane mbar botës. Në Europë s'bëhet fjalë fare, por edhe për te oqeanit. Tani na trego pak të gjithë këto njerëz që ti ke shoqëri që unë i përshëndes fort, na trego pak ke arritur të injektosh mentalitetin tënd, idetë të tyja, revolucionalizmin tënd, ato hapat e tu të guximshëm, sinqeritetin tënd, personin e drejt për drejt që ti je, ke arritur që sa do pak t'i adhurosh edhe atyre? Mendoj se po. Mendoj që jam një njeri që ka pak sa influencë. Jo aq shumë, po pak. Pasi e kam akumuluar një farë eksperiencë, një farë diturie, dhe kur flas për diçka, mundohem që të flas gjithmonë me fakte. Mundohem të bëj kërkime para se flas për diçka. Nuk dua të flas kot në kot. Bravo. Dhe mendoj se që kjo ka vlerë. Pastaj se sa veta influencon, atë nuk mund ta... Unë thjesht vazhdoj bëj atë punën time, nuk kam ardhur që t'influencoj asnjë njeri. Unë në këtë idenë time them, këtë rrugë që po e hap për vete dhe për fëmijët e mi. Nëse të tjerë duan të futen në këtë rrugë, le të vinë të futen. Janë të mirëpritur, po. Cila është puna jote aktuale përveç bordit në lëvizjen politike të shqiptare në Volt? Aktualisht ti po merresh me diçka shumë interesante. Ti gjitha gjërat i ke interesante, po pikërisht për momentin ke dhe diçka tjetër edhe më interesante. Unë kam disa vite që po mundohem të mbledh gjithë personat shqiptar të komunitetit kudo që janë, t'i fut gjithë në një
në një bisedë, edhe kam shumë dëshirë që të bëj, kam disa ide në kokë, disa dokumentarë që kam biseduar me miqtë e mi, dhe po vazhdoj të bëj kërkimet për gjetur persona të cilët unë duhet të intervistoj, pasi janë disa histori që janë lënë komplet jashtë nga historia shqiptare, dhe ka shumë mungesa në vetë histori, si histori e popullit tonë shqiptar ka shumë mungesa. Unë dua t'i mbush këto mungesat. Dhe ti aktualisht po merresh pikërisht me këtë projekt? Po. Okej. Po mundohem. Do e shohim të realizuar, ka një afat shumë shpejt? Besoj, shumë shpejt. Tani shumë gjëra, unë e di që nuk mund të zbulojmë, po tani Unë unë tu jam bëj- në pozicionin për të pyetur. Shiko, jo, nuk çdo që e bëj e investoj nga xhepi im dhe një gjë dua që Po si njerëzit të arrin dinë. qëllimin që ti investosh gjithçka nga xhepi yt? Aktivizmi të kushton kohë, lek, miq, të kushton punë. Aktivizmi është i kushtueshëm, është i shtrenjtë. Prandaj dhe shumë njerëz nuk e bëjnë se nuk Është shumë e nuk vërtetë, munden. po. Kupton? Nuk e përballojnë Fizikisht dot, nuk e po. përballojnë dot. Absolutisht. Edhe nuk i vë fare askujt për të. Absolutisht, Unë kam qenë jo. nga këta njerëz. Deri para 5 viteve nuk kisha kohë as merja frymë dhe gjumi me lukë në gojë duke Gjithandej, bërë bukë. po, vrap. Se Pa jo tjetër. shkollën, jo punën dhe shumë të Familja- raste ke bërë nga 2 punë. Po. Plus ke edhe familjen. Po. S'kemi pasur kohë. Në këtë moment që jam unë, jam në një pozicion të privilegjuar Bravo. dhe privilegjin tim kam vendosur ta përdor për të avancuar të drejtat njerëzore, do me thënë drejtësinë sociale. Ajo që unë kam pikë në shpirt është drejtësia sociale. Unë nuk e duroj dot pa drejtësinë, diskriminimin e çfarëdo lloji, në çfarëdo lloj forme, më trigëron jashtëmase shumë, se e kam provuar veç çfarë do të thosh të diskriminohesh si një person, si një shqiptare. Thjesht pse je nga një vend tjetër, sepse nëna ime më lindi mua këtu dhe ty të lindi këtu. Kupton që s'ka asnjë lloj sensi. Asnjë lloj. Dhe nuk e di me të drejtën se si doja dalë këtyre qëllime. Zakonisht idetë e mia unë i krijoj në kokë edhe ato ndodhin. Thjesht. Jo, nuk ndodhin, po ti punon fuqishëm dhe i zbaton, absolutisht, se ti je modeste, po ta them unë me sinqeritet, dashur miq, me besoni, për këtë që po them, me besoni gjithmonë, ashtu si keni bërë gjithmonë, më falenderoj, po edhe për këtë që po them tani, që mendon fuqishëm, punon shumë fuqishëm dhe realizon në mënyrë shumë të shpejtë dhe shumë të fuqishme. Po nuk e tha kështu, po e them unë, se e di. Dua të falenderoj faktin që kam një tru neurodivers. Neurodivers, po. Do me thënë fakti që truri im është ADHD, i bën gjërat edhe pa më pyetur mua ndonjëherë. I bën, ndonjëherë unë bëj veprime dhe nuk e kuptoj pse kam bërë veprimin, vetëm mbrapa e kuptoj që shiko se e bëra këtë gjë për dal këtu, por unë as vetë nuk e dija që po e bëja në atë moment. Kupton? Okej. Kam një tru shumë Por që truri ka rezultuar efektiv, ka Jo, është efektiv sepse është rezultativ. Nuk ka durim trurim. Trurim thotë këtë golin e kam këtu, nëse nuk e bëj për 2 vjet do bëj golin tjetër, s'do rrit më me këtë unë. Okej. Mirë, po golat ne i tregove, projekti gjithashtu, që do ja arrish qëllimin patjetër që po. Tani do na tregosh diçka nga jeta jote personale kështu? Nga jeta jote private? Do kemi ndonjë drejt për të shpërndar apo jo? Kam marrë pak një U-turn, i thonë anglezi, si quhet një kthim u. Pasi si ndodhi ky kthimi u? Komplet pa pritur, ashtu si gjitha gjërat që ndodhin në jetë. Si gjitha gjërat e tua, po. Pa e pritur, pa plan fare, pa pritur. Komplet pa pritur. Unë shkova, isha në punë, po bonim një asamble 2 ditore në Tiranë me Volt Europa, kishim 650 europian të ftuar. Në atë sallë me 650 europian, i kam rritë gjithë në kënd, i kam bët këndojnë Maria Faqet Gurabia. 650 europian, që asnjë nuk flet shqip. S'ka problema, është e rëndësishme që e kanë kënduar. Pastaj te sheshi i kanë vu dorë për dorë, i kanë bërë me korcyvalle. Ashtu dhe. Se jemi shqiptar, jemi në Shqipëri këtu, kultura jonë bizotron. Po. Tani hajde të kërcejmë. Dhe aty, ato ditë më prezanton një shok i imi, një vajzë që unë kisha folur pak në telefon, po jo se nuk i kisha në synim, kështë disja qarë, shumë kupton, nuk ishim takuar, jo. Okej. Dhe kjo më vjen më pret në aeroport, thotë kam qef të pres në aeroport, okej, i them, prit. E po mirë, the ti. Vjen, po, kush jam unë të ja prish njerëzve, kupton, nëse ka qef le të vi, mua së prish në i punë, në taksi një sot e marë, kupton. Po, aty është, po.
Më kanë ndjekur gjatë gjithë kohës që isha në punë, më kam dhënë shumë suport. Vinte më merrte nga puna, më nxirrte, domethënë mbas dite. Dhe më tregonte gjatë gjithë kohës që më pëlqente. Okej. Po nuk ma thoshte vetë, ma thoshte me anë të shokut tim ose sa shoqes vet. Okej. Unë jam tip që nuk kam qef t'i bëj gjëra shpejt e shpejt. Edhe kur nuk jam e përgatitur, më ka vetëm në fushën sentimentale, se diku tjetër fluturoti, po... Shiko, varet. Okay. Kam qef t'i me përgatitur gjatë gjithë kohës. Nuk kam qef të show up kështu pa përgatitur. Po kur më vinë gjërat pa pritur, më ka pak ankthi, edhe unë ndjeva pak në siklet, me thënë drejtën, edhe nuk isha shumë e sigurt. Kështu atë javën e parë, as tutje, as tu, as nuk e dija, po shikoja çfarë lloj pëlqimi kam me të, po ishte një gjë që ndodhi shumë natyrshëm edhe ndonjëherë atraksioni ndodh, kupton, edhe ne thjesht u takuam. Po vajza, partnerja jote, kishte pasur eksperienca të tilla mëparshme? Po, partnerja ime është faktikisht një legjend. Ajo ka qenë e përshëndesim shumë legjendën. Gratë e para që ka dalë si lesbike, haptas i ka valvitur flamurin në Shqipëri. Dhe për këtë ajo është persekutuar jashtë shumë. I kanë ndodhur shumë fatkeqësi për faktin se ajo ka qenë haptas i lesbike. Dhe i është dashur një forcë që unë e admiroj dhe e shoh si një person që më inspiron. Se gjithë kemi kaluar vështirësi në jetë, po disa njerëz kanë kaluar ca vështirësi. Edhe më shumë se ne, po. Të pa perceptueshme nga një tru normal. Dhe mënyra se si është ngritur prapë ky njeri mua më impresionon jashtëmase. Një forcë që mua më thonë njerëzit e grua e fortë, po në krahasim me partnerin time nuk jam fare, jam shumë e dobët biles. Në krahasim me këtë grua. Bravo, e përshëndesim partnerin. Patjetër. Edhe pse jo ne do ta kemi shpejt. Unë nuk them shumë shpejt, po shpejt. Në të ardhmen. Duke parë, duke bërë. Po, pse jo. Edhe pse jo, është e mirëpritur gjithmonë edhe është kënaqësi e veçantë. Mirë dashur, kemi përzgjedhur për të kaluar në një tjetër moment nga miliona fotografi të tuat, kemi përzgjedhur disa që unë kam dëshirë t'i ndjekim në këto momente në monitor edhe t'i komentojmë së bashku, duke shpresuar që do marrim diçka tjetër nga aty apo jo. Mirë, regjia do na i përcjell në këto momente në mënyrë që ne t'i komentojmë. Ku jemi këtu e dashur e lirë? Këtu jam duke bërë një klasë motivimi në Prishtina Queer Festival. Është festivali queer i Prishtinës, viti 2 që organizohet. Okej, bukur. Ku mbi 1000 veta personat komunitetit bashkohen nga gjitha anët e diasporës. Sa e bukur kjo. Ka qenë një eksperiencë që unë sa herë që iki në Shqipëri, ose që takoj ndonjë person të komunitetit që është shqiptar, emocionohem jashtëmase shumë. Sepse i kam kërkuar këto të njerëz gjithë jetën, kam dashur shumë t'i kem pasur edhe si kam pasur kurrë. Si ke patur kurrë, po. Edhe më duket tamam si një familje që se kam takuar për takoj tani për herë të parë. Gjithmonë e dashur ti kur thua të pjesë të komunitetit bën fjalë pikërisht për komunitetin LGBT. Po. Të lutem që ta përcaktojmë. Po. Këtu besoj është njëjti seminar apo jo? Po, njëjti seminar edhe këtu. Ka qenë një era e parë që e bëj kam bërë shumë klasa motivimi për njerëz që flasin anglisht. Në Shqip kjo ishte era e parë. Ishte e vështirë? Ishte shumë emocionale. Ishte shumë emocionale. Në radhë parë nuk i kisha bërë në Shqip. Dhe në radhë të dytë nuk i isha drejtuar. Ky ishte një klasë posaçërisht e shkruar për komunitetin tim. Për familjen time të madhe shumë ngjyrshe. Dhe e kam bërë me dashurinë më të madhe. Dhe shpresoj që ta kem shansin ta përsëris prapë këtë eksperiencë sepse në Shqip. Në Shqip. Ha të keqe. Në Shqip. Mirë dashur, kalojmë tek një tjetër moment i përzgjedhur. Kjo është posteri i Prishtina Queer Festival. Queer Identity and Self-Acceptance përkthehet në identiteti queer dhe pranimi i vetes. Që ta pranojmë veten ashtu siç jemi, po. Të pranosh, të dashurosh autenticitetin tënd. Tënd. Po, gjitha ngjyrat, përqafoj fort. Është vërtet. Kjo ka qenë era e parada, të lutem, më ndihmo. Era e parë që kam qenë në Shqipëri për paradën e Pride në Tiranë me 17 maj. Kam ngritur, kjo është viti 2022. Kam ngritur për herë të parë flamurin gjinor këtu dhe u bë lajm në atë kohë, sepse gjëja që më bënte përshtypje, sa që bëja kërkime në Google në Shqipëri ose në Shqip, më dini vetëm 4 shkronja të komunitetit. Komuniteti ka shumë shkronja, vetëm 4.
Dhe fakti që unë identifikohem si person me gjini të lëngshme, do me thënë gjinia ime ndryshon varet si ndihem atë ditë. Sot ndihem mashkullore, jam në energjinë time mashkullore, ndihem si mashkull, më duket vetja mashkull, nuk kam asnjë ndryshim nga mashkulli, pavarësisht se si më ka bërë Zoti trupin. Kur jam në formën time femërore, pastaj më delikate, vishem me fustan, mund të vë paruke, mund të vë dhe make-up dhe buskuq, edhe më pëlqen dhe kjo. Po që më rehat ndihem në energjinë time mashkullore. Po që se kam problem, edhe pse edhe nëse më nuk je arrin ti ndash dot apo jo? Jo, ato bashkëjetojnë në të kopë, pse ti ndaj. Unë nuk e dija që këto mund të bashkëjetojnë, mund ta kishe këtë ndjesinë edhe si mashkull dhe si femër. Mund të jetosh në të dyja energjitë. Nuk e dija këtë gjë. Por ja që e di tani. Po kur e mësova duhet t'ia thuaj edhe tjerëve që tjerët që ndihen si unë mos ndihen vetëm. Kupton që nuk je vetëm ti, shiko jam dhe unë këtu. Po, një ndjesi që ka ekzistuar prej mira vitesh, por që asnjëherë në një mënyrë apo në një tjetër nuk është folur sepse edhe nuk është ditur pse jo. Tiranë vajza lesbike, çfarë thot aty të lutem ndihmo pak? Valvit flamurin jo gjinor. A kjo është impakti i parë në 2021-shin apo jo? 22-shin. Ai 22, më fal. Kam bërë... Ke dhënë intervista pafund? Për këtë jo, nuk kam dhënë intervista, s'kam qenë fare më duke Shqipëri. Ke dhënë deklarata pafund? Kam bërë një intervistë në Shqipëri te KBS e mëngjesit, kur dola në fillim fare si pjesëtare e komunitetit. Një intervistë e këndshme, ku ndash thjesht siç po flas me ty sot, fola për jetën time dhe si e kam kuptuar, domethënë që jam ky person. Aty kam marrë shumë suport nga shumë njerëz. Patjetër. Shumë suport. Nuk i kam lexuar fare komentet që kanë qenë në videon, sepse nuk më interesojnë fare se çfarë kanë për të thënë milingonat. Milingona. A do kalojmë te karkalecat e tjerë tani? Mund të kalojmë te karkalecat, patjetër. Po qëse milingonat i nisën. Po jo, prisja të merja shumë urrejti, por faktikisht mora më shumë dashuri se sa urrejti. Kjo është e rëndësishme, që marrësh dashuri. Ajo ishte ajo që më bëri më shumë momenti tjetër i përzgjedhur, të lutem. Të lutem më ndihmo këtu. Aleanca më kërkoi të jepja një quote, të thoja diçka që mund të ishte. Nuk më pëlqen ta përdor fjalën inspiruese për veten, se më duket sikur po. Mund ta themi një slogan të vogël? Një slogan të vogël, po, ka qenë muaji i Pride, duket se ka qenë, nuk mbaj mend. Okej. Ose ka qenë Lesbian Visibility Week, ka qenë java e vizibilitetit të lesbikeve. Okej. Në Shqipëri nuk kemi shumë lesbike që janë të zëshme apo që kanë të deklaruar. Okej. Dhe kjo ndodh sepse komuniteti jon targetohet gjithmonë. Marrim shumë urrëtie, marrim shumë dhunë, dhe njerëz kanë humbur jetën pse janë të komunitetit. Fatkeqësisht. E kuptoj pse nuk dalin njerëz për në dollap, se në të fshehur. Është frika që të mban dollap. Unë kam privilegj, jam e mbrojtur, jam super e mbrojtur dhe e përdor këtë privilegj sepse kur kam qenë e vogël doja shumë të kisha një person si vetja, ta kisha parë që ekziston ky njeri. Jeta ime do ishte komplet ndryshe. Kupton? Dhe tani dua të jem ai person që unë kisha nevojë të shija kur isha e vogël. E kuptoj. Si do e komentojmë atë thënien aty, atë sloganin e vogël, mini sloganin, nëse mund ta quajmë kështu? Ky zjarri që kam unë këtu brenda, nuk mund të ma fiki dot askush, sepse që ta fikin ata në radhë parë do të kenë lejen time. Dhe lejen time s'kam ta pas kurrë. Kalim te momenti tjetër i përzgjedhur. E kam bërë këtë post shumë pak mbasi kemi hequr presidentin ton të parë në Volt. Si çdo lidhje, si çdo kompani, biznes, familje, edhe kjo lëvizja jon ishte shumë e re dhe normalisht që do hasnin ato traziret e veta vështirësi. Do hasnin probleme. Po. Dhe problemi i parë që ne hasëm ishte fakti që zgjodhëm një ko-president që hiqej sikur donte ndryshonte botën, por faktikisht donte thjesht bënte karrierën, donte një shortcut, një rrugë të shkurtër për të bërë karrierën politik. Dhe ne këtë si bordë kapëm shumë shpejt. Dhe kjo ka qenë replika ime. Jemi të lodhur nga politikan performativ. Kemi nevojë për politikan guximtar, politikan të mërzitur, pissed off, për lëvizje që s'kan frikë. Na duhen revolucionar, jo politikan.
për këtë ka nevojë Shqipëria, për revolucionar, që të bëhem personi i parë në politikën shqiptare jo gjinore dhe i komunitetit, do të thotë që unë kam vënë veten në një shënjestër që të gjithë, sa herë që bëhet fjala për Voltin, do vinë të kapen me mua, sepse unë jam i vetmi person i komunitetit që bën pjesë në këtë parti. Dhe shpeshherë janë drejtuar lëvizjes tonë si lëvizja e personave të komunitetit, që s'ka lidhje fare. Nuk thjesht se unë jam aty, do të thonë që është partia ime. Partia ime është s'ka lidhje fare. Unë thjesht kam privilegjin që të jem këtu. Ti je aty po. Kupton? Mirë, kalojmë te diçka tjetër në këto momente? Po. Kemi përzgjedhur një tjetër material. Kjo është Asambleja 2 ditore në Tiranë. Kjo është ai momenti që ngrita 650 europian duke kënduar Maria Faqet Gurabia. Po si ja bëre tani, na trego pak. Nëse do bësh një asamble 2 ditore, nuk mund të kesh një prezantues që e bën ditën monotone, se do që njerëzit të jenë të angazhuar. Pastaj pas 1-2 ore do të bësh arrisë salla. Fillon e vjen gjumë, sidomos mbas drekës, sapo ke hëngur drekën. Po, ai është momenti. Po, ai është momenti që njerëzit vinë të përgjumur. Kështu që në orën 2 unë ngrita gjithë në këmbë që ti bëja pak energjik, se po e shikoj që po flinin gjumë, dhe thash për këto 2 minutat e ardhshme do bëjmë një gjë shqiptare. Dhe thash përsërit mbas meje. Maria Faqet Gurabia. Ta kisha luri pak supet, i thash. E pasuan idenë tënde? Lëvizën supet? I lëvizën supet, po normalisht si europian që se kanë haberin me ato shqipen gjysma, ishte fani për qënë. Po patjetër. Po që ishte një moment që duhet për të rizgjuar audiencën, se po flinte gjumë. Edhe kjo ishte një mënyrë për të nga terja ide si lindi, apo thjesht e momenti? E bëjmë gjithmonë në punë, tek puna, se kur punon me një grup njerëzish, edhe unë i kam bërë shumë këto, bëja klasa ditore, nga ora 10 deri në 4 masdite, dhe e di që mbas drekës gjithmonë njerëzit vinë të lodhur. Dhe këtu mas drekën ne gjithmonë bënim një tip exercise, pak ushtrime, ose ngriu, bëj star jumps, ose lëviz në këmbë, bëj pak vap në këmbë, diçka thjesht për të ngritur atë energjinë. Dhe është fani. Dhe funksionon gjithmonë. Funksionon gjithmonë, sepse mbas atij momentit gjithë kishin pyetje, ishin të angazhuar, me qeshur. Dhe në fund fare janë ngritur, na kanë dhënë standing ovation, janë ngritur nga dhënë duratrakitje në këmbë, domethënë kemi bërë një punë kolossale të papar. Bravo, po 650 veta nuk është pak. Ku është këtu e shkrepur kjo foto? Tu është fjalimi im i parë, që kam pranuar vendin, domethënë postin si antare e bordit, kam flamurin jo gjinor në qafë, dhe jam duke shprehur, domethënë, sa e lumtur jam që jam në këtë pozicion, po edhe sa e fokusuar jam edhe sa punë kam për të bërë, se tani është një peshë shumë e madhe kjo, domethënë, jam i vetmi person që ka dalë haptasi, ka thënë unë jam politikane e komunitetit. Asnjë tjetër nuk e ka bërë deri tani. Këtu e dashur, kemi kaluar tek një moment tjetër i shkputur. Është e njëjta ceremonie, është e njëjta aktivitet? Qëndron mbrapa meje është sekretari i partisë. Nathan është hollandez, por që është martuar në Shqipëri. Dhe ka gruan dhe fëmijët i ka shqiptar. Ai ka është, si thuash, gjysmë shqiptar në këtë moment. Dhe fakti që është martuar në një familje shqiptare e afron akoma më afër kulturës, por edhe çështjeve shqiptare. Dhe kur qëndron afër zjarrit, normalisht do digjesh. Edhe Nathan është një tip që... Ose do ngrohesh. O do ngrohesh do digjesh. Po Nathan është nga ai tipi që është si puna ime, edhe ai është me ADHD. Kur shikon gjërat pa drejta do të ndryshojë dhe pavarësisht se nuk është shqiptar, ka një pasion shumë madh për Shqipërinë. Ka një pasion shumë madh për Shqipërinë, thotë dua ta ndryshojmë që fëmijët e mi të rriten, se fëmijët e tij janë gjysmë shqiptar, kupton? Dhe shumë anëtar të tjerë të bordeve janë martuar me shqiptar, ko-presidentja e Volt Italis për shembull është martuar me shqiptar, ka fëmijë shqiptar. Kanë ardhur, kanë bërë protesta në Shqipëri kundër për këtyre në Gjadër. Të kampin që kanë bërë në Gjadër në Shqipëri, bën protestë ne si Volt, sepse nuk kemi dakord që... Në Gjadër të Lejshës? Po, nuk kemi dakord që të sjellin azilant në Shqipëri në të formë burgu. Nuk është humane. Nuk është normale, nuk është njerëzore. Pastaj neve jemi shqiptarë që rrim na çojnë neve në tilla kampe. E dim shumë çfarë do të thotë. Si mund t'i japim ne këto në Shqipëri? Edlira, ka dalë diçka tjetër e përzgjedhur nga regjia në këto momente? Kjo është, domethënë,
në faqen e Volt do shofësh në fillimet tona do shofësh të fotografin time ku më prezantojnë si antarja e parë e bordit jo gjinore. Edhe këtu desha të thoja diçka për arsyen pse unë jam këtu. Dhe besoj se qenit politikani i parë gay jo gjinor është një përgjegjësi gjigande dhe ja detyroj komunitetit tim këtë gjë. Bravo. Kam shumë punë për të bërë. Patjetër, nuk e vën dyshim fare dhe pjesën më të madhe, po mos themi gjitha do i realizosh ashtu sipas projektit tënd. Kalojmë tek momenti tjetër i përzgjedhur. Çeleshja. Këtu kam dalë për herë parë me flamur si shqiptare lesbike, ka qenë ato momentet e para që e kam kuptuar. Unë kur kam dalë nga dollapi kam qenë totalisht vetëm këtu në Angli, s'kam pasur as edhe një person as anglez gay, jo shqiptar, jo, s'bën fjalë. Dhe komunitetin që kam ndërtuar rreth vetes e kam gjetur si ajo gjilpëra në kasht. E kam kërkuar. Imagjino sa e ke kërkuar. Kam shkuar vetëm, ditën e parë që kam shkuar për herë të parë në një klub gay, e mbaj mend dhe s'kam të harruar gjithmonë. Kam qenë duke si personi më heteroseksual që ekziston në botë njerë, se sa kisha dalë nga veza, isha me fustan pink, me taka, make-up, tualet me thonjë. Domethënë dukesh si femër heteroseksuale, dukesh afare si lesbike, dhe biles më pyeshin ç'a bën ti këtu. Pse je ti këtu? Po, më thoshin ç'a bën ti këtu, pas edhe thonjë më thoshin mua. Pse thosha unë duhen lesbikët i kanë dhënë të shkurtra, patjetër? Ç'është kjo? Kupton, në fillimet e mia fare kam shkuar vetëm, kam marrë çantën krah dhe kam shkuar vetëm. Kam pirë 2 gota shoca aty ke bari, se po vdisja nga ankthi. Dhe kam bërë vetëm rreth e qark aty me atë gotën time, kërceja ndonjëherë me ndonjë gocë dhe ikja në shtëpi. Derisa fillova të njihja njerëzit, pastaj fillova bëra një shoqe këtu, një atje. Dhe kështu fillovi. Pastaj nuk mund ndalesh. Ky është fillimi fare, kjo është foto e parë që kam bërë. Po këtu. Kjo është protesta e parë që kam bërë para ambasadës shqiptare në 2020-ën, duket se është kjo, ose mund të jetë në 2019-ën. Po me shumë gjasha 2020-a. E kam idenë 2020-ën sepse është me maskë. Po. Dhe në 2019 nuk i kemi patur vendosur akoma. Po. Se ne jemi mbyllur në 2020-ën. Po. Fiks, ka qenë kohën e pandemisë. Kam veshur, është protesta e parë që kam për 8 marsin, jam bashkuar para 5 viteve kësaj lëvizjes Marshoj s'festoj. Kjo ndodh në Shqipëri dhe në Kosovë. Organizohet nga shoqata feministe shqiptare dhe kosovare. Dhe unë gjithmonë e bëj këtë protestën nga Londra. Nuk më është bashkuar kush deri tani, pavarësisht se unë kam bërë shumë thirrje. Nuk e di, ndoshta kanë frikë se unë jam lesbike dhe s'duan të shihen me mua. Po kjo s'ka të bëjë fare me identitetin tim, kjo është për drejtat e grave. Këtu nuk duhet të jenë vetëm gra, duhet të jenë dhe burra. Ideja është e jotja, ndjesia është e jotja. Nuk është fare as protesta ime, kupton, protesta është e grave. Bravo. Unë thjesht show up, thjesht tregoj veten, tregoj sportin tim, bëj atë që unë duhet bëj. Nuk e di pse nuk janë bashkuar njerëz, unë kam 5 vjet që shkoj vetëm, e bëj vetëm protestën. Edhe pse jam vetëm, nuk e kam fare problem, se impaktin që unë synoj të bëj është online anyway, nuk është aty përpara anglezët nuk e kanë idën fare se për çfarë bëjmë protestën. Unë bëj fotot dhe i tregoj online aty ku audienca është më e madhe. Aty ku audienca është. Zërin tim do e dëgjosh në një mënyrë apo një tjetër. Patjetër, e di. Mirë, këtu jemi me djalin. Kjo është dasma e parë gay që unë kam shkuar. Kam pasur një shok anglez, u martua në Francë. Dhe kur kam shkuar në dasëm, më pyet djali, thot, mam, tha, ti nuk më thema që kjo ishte dasëm gay. Po pse i the, unë, qa ndryshimi ka, se është dasëm gay apo është dasëm straight? Po jo, që ka më shumë fan, tha mua. Që ka që mirë më burë kjo gay, tha, se sa të tjerat. Sa ishte një dasëm në vërtet prallë, nuk kisha parë ndonjëherë. Dhe mendova që unë nuk e dija fare që isha gay në këtë moment, thjesht shkova për suport. Por ndjeva veten shumë të emocionuar në këtë dasma e 2 meshkujve që martoheshin. Edhe nuk e kuptoja pse ndjeja veten të emocionuar. Dhe biles i kam thënë të dyve djemve, i kam thënë po na inspironi me këtë që po bëni. Edhe nuk e kuptoja pse kë po inspironi për çfarë po thoje. Se akoma nuk e kisha takuar këtë personin që më bëri të kuptoj që edhe unë kështu jam si juve. Po që emocionet i ndjeja.
Mirë, kalojmë tek diçka tjetër. Edlira në studio. E dashur Edlir, dashur miq që na keni ndjekur deri tani, ka qenë një puntate gjatë, e bukur, speciale, me të ftuar special në këtë çtunë speciale. Cili do të ishte mesazhi i fundit për teleshikuesit që na ndjekin në këto momente para se ta mbyllim? Unë do doja të jepa një mesazh vajzave dhe grave shqiptare. Mos u bëj vajza e mirë. Është gënjeshtër. Bëj atë që ti do, atë që të bën ty të lumtur. Turpi është një mjet që përdoret për të na mbajtur të shtypura. Mos ki turp. Bëj atë që do të bësh. Bëj atë që do të bësh ti. Faleminderit shumë e dashur Edlir, faleminderit, unë e mbyll dashur miq këtë puntatë speciale me një urim shumë special për gjithë besimtarët e Krishterë kudo që ndodhen, gëzuar dhe përshëmbjet Pashkën, por edhe me një urim tjetër special se sot është ditëlindja e djalit tim. Edhe i që një ta mami ta kemi këtë kujtim. I bëf 100 djali. Faleminderit shumë. Është një moment i veçantë se nuk para koincidon që tjetë emisioni sot, edhe ditëlindja sot, edhe Pashkët janë në prag, edhe Edlira këtu. Pas kemi shumë gjëra për festuar, që ka një fundjavë shumë e bukur. Faleminderit shumë, gëzuar, edhe gjithë të mirat për gjithë ju dashur miq, faleminderit shumë e dashur. Suksese pafund. Mos u ndal kurrë. Faleminderit. Mirë u takofshin dashur miq, gëzuar gjithëve.